Zgjuat fare. I ka thënë të gjitha këtë djalë. Të gjitha beso. Qa me Si ka thënë të gjitha, jo? Për ta mbyllim se hahet gjobë e madhe. I ka thënë të gjitha. Edhe kjo është e vërteta beso. Qa gjitha ka thënë? Që askush nuk i plas për askujt. Po mendoj. Si Për askush. askënd. Ose fjali e pare një. Si mund ta nisësh kaq keq? Askush nuk i plas për askujt. Për kërkush. Po kjo është e vërtetë po. Kjo Jo, është kështu situata që po po, e jetë. vërtetisht po. Ka një si plas njeriu të fare. Fare zero. Se po ha gurin dikush në Zvërnec tani. Se Si po plas. Po si plas, po domethënë ideja Po është si plas atyre që po bëjnë biznesin aty ose? Po pra, ideja është As policis. as kujt Po. për askënd. Për kërkush, për kërkën. Askush nuk e vret mendjen për qytetarët, për njerëzit që kanë tokat aty prej shumë kohësh, për gjithë komunitetin, për ore kafshët që jetojnë aty, ajo Kafshë. plazh, po Si mirë, plas po për pse do njerëzit- mendosh për mjedisin, ç'është Ore si plas për njerëzit, për kafshët. Po pra, e dakor, kupton pa, se- e kam fjalën, e fillova në gjëja më elementare dhe do ka ta ndisëm deri te njerëzit dhe te ne që jetojmë këtu që përveç se të vjedhin, përveç se nuk të plotësojnë as të drejtat më bazike, Të plotëson ëndra. po, përveç se të rajnë, përveç se të fusin në burg, të tërheqin dhe të zvarë më plak, më Po, kupton ti është tani? shumë e rënda jo. Plak, të tërheqin dhe të zvarë më burg. Na i bëre këto të gjitha. Po shet copa këtej, copa ande. Shit këta, zju me banorët, futi ju drurin atyre. Futi në burg. Ore Hapi çështje ligjore. ma Futi ju shpjego. grush, meri dhe të zvarë, o plak, po pushoni pak o. Po që si pështyn edhe në fytyrë. Po pushoni pak o. Ma shpjegoj njëri tani si ajo toka që është aty. E kujt është kjo që do jepet? Po si fillim një ajo është kështu tokë e mbrojtur, që Është zonë e mbrojtur. është Ato e zonë- di unë, po. po tani ky zoti kryeministër tha që është pronë private dhe i bie që është Po. pronë private dhe ai personi që e ka do që Jo ta person, janë disa. Janë disa Janë disa. pronerër që ja ka dhënë një kompanie në Katari, më duket, që do bëj një mega resort Okej, ultra në luksoz. rregull. Jared Kushner, jo. Jo, Si jo. s'janë amerikanë tu, janë kompani në Katari. Po kompania është ajo që do ta ndërtojë. Pro- Janë dhe këta. Janë dhe dy nga Jo, pra, investorët, po Zan janë dhe Gjaret këta. Kushner, më Jo, duket. Jo, është dhe një ku njëjti janë? projekt. Është një njëti Njëjtës. projekt. Okej. Me pak fjalë linxhe. Narta, Zvërneci, një kafsh, një zonë. Jo, se do e lidhja pak në biodiversitetin, se është një gjë shumë e rëndësishme burse. E mendoj kështu se ka më varja idhu bombën atomike atyre gjyna, burë. Po ajo s'diskutohet më burr. Po pra, domethënë s'mund ta mendoj kështu, ama do bëjmë biznes këtu, se kështu mbrohet kompania. Kompania po thot, o njerëz të mirë mos u mërzisni, un po vi të bëj investime, do hapen 10.000 vende pune, o plak. Mirë, ata mund të bëjnë vërtet rezervë të mira, Dakor, se po. s'puna aty në. Po Dakor, po po. mirë, ma ata mund ta bëjnë edhe shumë të mirë, Po shumë pra, të se bukur. s'puna aty. Por jam shumë dakord. cilësor, po nuk na duhet më burr. Bëjmë vend tjetër më valla. Po jo, jo. As ka Shiko, s'ka vende o për mbaruan. mua problemi ishte. që po i nxjerrin njerëzit me zorë nga tokë e tyre, më është tokë private. Po pra, është tokë private, tash këta që e kanë tokën nuk S'duan duan tash ta e se. japin. Po s'duan. Jo pra. Apo janë banorë Jo, të pra, tjerë që s'duan. po Po jo mos se duan unë ta s'po japin, kuptoj. ka dhe banor tjerë që s'duan. Disa ta mund ta japin. kenë shitur për shembull, mund të kenë ngelur këta që s'e kanë shitur akoma dhe këta thonë O, s'duan Ligjë, ta shisim. Domethënë Shiko të shpjegoj edhe një ka dhe problem. mungesë qartësie shumë. Po, pra se unë këtë nuk e kuptoj. Po, ja Tani pra ta normalisht, shpjegoj unë. Po ta bëj pyetjen. ha, bëhet. Po, Shpjegosh. Tani, normalisht kur jepet një tokë për ndërtim, janë sa veta janë, qofse një nuk e jep, olla, si po ja marrin, si po ja marrin këtyre se Po e nuk do se 300 kuptoj. zvarr. Oni që Për e tërheqin Po zvarë të është projekt noteri. strategjik ai. Po mi më çaj. po dakor më shiko, aty ka probleme dokumentacioni, sepse janë toka të lëna prej shumë shekujsh, nuk Po, është pra, se Tash janë njerëz që justifikimi kanë që dha zoti kryeministër është tokë private ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Ore, Po, e kanë nëse shitur vetë dikush nga që ka tokën Po, aty mirë, dhe nuk do ta jap për këtë, valla si ja merr ti, si? Me E zorë. çon si zvarë ja në merr noteri. po tani, po Me si zorë. ja merr me zoro, me gjykato, me Si ja mafia. merr? Zvaro. Po ja Ore, merr unë o. i di se si bëhet në prapasken, Po më çfarë se si janë bëhet? budallaçk, po unë po them këta si e justifikojnë më burr. Domethënë ky që del e thotë është pronë private ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Po pra kështu e justifikon ai. Ne do të bëjmë ne. Po atë s'po e Besi thot do një, duan. atë s'po e thot një drejtor, më po e thot kryeministri i vendit. Po pra, Po e tha ai, ka mbaru muhabeti. prapë Do s'po thënë- kupton. Po jo pra e kuptoj pra, po është thjesht kjo skema e madhe e korrupsionit dhe gjithë
situatës që është që nuk i shket dot valla, po duan 10 veta, ti që je një tek, nuk i sfidon dot valla, se s'ke as lek, s'të gjen dot as drejtën tënde në. Ajo pun ka marrë fundora, do bëhet kështu. Po, do bëhet ajo aty. Ky është lajm i keq. Mirë që s'kemi toka në breakdance. Po s'kemë do na vinin në bombë poshtë makine. Të gëzohesh që s'ke toka. Po, do na vinin të na rrinë. Është edhe faktori që është dhëndri Trumpit dhe ai thjesht e do atë dhe e merr. Po s'bëhet Se fjalë. ka fuqi. Mirë, po këta prandaj nuk ndjet asnjëri as Rama Berisha se. Çfarë do thotë ai për As të Berisha, justifikoj Berisha del kështu për atë kushdo të ishte aty në atë vend do jep. Po. Shiko, turpi më i madh si Shqipëria. Turpi më i madh mbi të gjitha, pse turp. po jo është turp masiv, janë media tona që na tregojnë se sa Të shitura janë. transparente janë dhe sa po kujdesen për njerëzit që të marrin informacionin më të fundit në çdo moment. Zero. Një tallje bythe masive plak me ne që i klikojmë që ju japim buk, ne se ne paguajmë pagat e tyre, ore, mos kujtoni se paguajmë dhe ne jemi pjesëtar të atyre clickbaitëve që ne ham, që lexojmë, si e tha dhe Besi në një story që bëri që u nda brikena me Marion, Me Mateon, ore, me Mateon. mos ma ngatro Mateon. Më fal, po jo se kishte bërë Mario storyn. Edhe plak merren me atë dhe nuk merren me një çështje që po të rishet një qytetar zvar aty o plak se kjo po. Shiko, nuk është çështje aftësie, është puna që edhe ata i kanë duart e lidhura në këtë pikë se ju vëshojnë në gjobat pastaj kështu fort fare. Edhe frikacak janë edhe. Po pra, mbyllë pra, lepur, pushon. Po mirë tash. Ore, po si e ka që pa turpën, se kjo është fjala e fund, kjo është Po gjëja më janë, rëndësishme s'kan që çfarë po janë. si Ore janë, ajo gjëja ka marrë fund. raporton ti. Mund ta raportosh ta bajas pak atë informacionin, po mos ta raportosh fare, është e tmerrshme më burr, është kështu flagrante fare që dale mirë ne se- paguhemi nga shteti dhe Jo paguhen, nuk paguhen fare, po thjesht kanë frikë. Se ju lëshojnë gjobat direkt, po. Ora, ajo punë do bëhet tash, Do bëhet. Ajo do bëhet edhe pastaj kur të bëhet, do jemi ne të vajzë, do dalim sa bukur e kanë bërë aty ora. Po pra, se Pa, jo, ndoshta po, ata, ajo është zonë e mbrojtur dhe këta që do ta marrin do ta mbrojnë me shumë mundësi. me mbrojnë me Po jo më rezorte, ne se me nuk mbrohet. fortes. Po nuk Ja mbrohet mbron tani. ai më mirë se ç'është e mbrojtur tani. Ore, Mund të ndodhë. Çështja është që nuk nxjerrin njerëzit kështu siç po i nxjerrin këta. Domethënë ti ta heqësh tjetrin nga tokë vet. Është krimo, ka është. pas tokë në lagun. Për çfarë ka dashur ai tokën në lagun? Po mirë, gjeja stilin ti ofroi 2 fishina, ku diun, po ti nxjerrësh zvar njerëzit. Po ka plot zbuan zona tash. që mund të hedhësh lekë të investosh o burra. Të gjetë ti. Po ata Aty ata ka se ku janë to plot zona? Po ka më gjithë Shqipëria Po- kanë dhe në veri, olla pse se hedh. Po janë bosh, janë kanë ndërtime ka gjëra. Aman mos e aidh në ide lart e poshtë budalla. Ska aq fitim Tolerant. veriu sa ka plazhi. Po. E vërtet. Plus do ta bëjnë Zonë e kështu mbrojtur, luksoze. Po, drejt që e morët bëje një plazh më tutje, jo, po që s'është zonë e Ku janë më mbrojtur. tutje ata të cepin duan. Ajo është e mira. Shumë Janë zonë e bukur ajo aty. Ai ne shumë e bukur ajo. Po. Ai është super zona aty, ai është parajs. edhe thjesht do ngrenë në hotele tash. Do bëjnë kështu hotele mega luksoze. Po. Jo, domethënë, jo hotele që mund të vemi ne kalojmë fundjavë. Ku do shkosh? Po Tima? aty ç'a do Qas. bësh aty më se dhe ai plazhi nuk është kush e di se çfarë, thjesht është vend i Po jo, bukur. pa do jenë hotelet kështu me gjëra shumë. Do jenë hotele Me luksoze sauna, dhe me ku diu me infrared, me infrared. Me Bluetooth. po pra me sauna, me trajtime me infrared, po të spa me drita, Me internet kafe. Mos e përmiqtë mi. Përshëndetje si jeni. Vim në një ju kërkojmë ndjes dhe njëherë ulim kokat këto momente që episodin me Anton Bellon na ndodhen këto fatkeqësia, apo nuk kemi çfarë të bëjmë, kemi probleme teknike. Prandaj dononi. Lusim Zotin që mos na ndodhi edhe kësaj. Na mbështesin siç na mbështesin gjithmonë dhe shumë faleminderit për donacionet që keni çuar më mirë sa të shpejt që jeni, më valla direkt e një hall kemi ne. Direkt e Shohat leku, po. Po ne se na mësojnë keqë se do të themi në një ditë nxjerrun në një foto me këmbën e thyer. Të bëjmë ato, Për shkak të një të bëjmë GoFundMe po pastaj. E Bamburg. Ja, se kishin dalë sa mashtrime me këto, ku diun se ç'ishte një. Po, janë arrestuar ca. O Beso ku je Beso? Ja. Ç'bët? Mano, çfarë të bësh? E nisëm pak me halle. E, Po do vazhdojmë me art. me çfarë? Me art. Pse? Se do flasim për artin e lojës, Bes. Direkt po dalet. Ha. Pse do të flasim një gjë tjetër? Ore kush e fiton Champions League-un? No? Diun, O Elio, na o Enea, se ti di të gjitha. Pita shohim pak. po s'kisha interes fare për këtë. E pra edhe unë se pash, ore s'm plas fare, Më po duket si ta lojë di, shumë domethënë ça kush e mori?
penalti e ka marr Parisi. Bravo. Mirë. Bravo. Nese. Bravo Paris. Kalojmë. Ore, do flasim pak për Rikon versus Jusic, valla. Do ta flasim pak beso. Po ti mendon që vjedhja ajo? Shiko, të them unë mendimin tim. Riko më ka pataksur, valla. Ka bërë ndeshje fenomenale. Na bëri çudin. Po, ishte ndeshje që ai e kishte përgatitur shumë mirë. Nuk është se po bënte në një boks si se ke pa në jetë. Po bënte ai ishte përshtat shumë për atë kundërshtarin e vet, edhe ishte aty. Po. Edhe me kardio ishte shumë mirë. Në syrin tim si fans i këtij sporti ishte 7-3 për Rikon. Për mendimin tim. 3 raunde kishte marrë Jusic. Dakor, po ama te tjetri do ai the. Atëherë vim te pikat decisive. Pas 11 raundesh Jusic lëshon një mega uppercut edhe e knockdown Rikon, që Riko vjen në kickboxing, që Riko është ka 10 vite që është i pamundur në kickbox, unë e kam ndjek karrierën dhe në Glory, është goxha sportist i mirë, shumë i madh, shumë teknik, shumë i shpejt, edhe shumë i duruar. Po. Kurse këtu në boks ishte komplet gjë ndryshe. Prandaj më abiti. Ai 6 muaj kishte. Po. Raundi 11 nxjerr Jusic knockdown Rikon, edhe arbitri e çoi këtë Riko tani që është me shumë eksperiencë, hedh nga goja atë të dhëmbëve, dhe kur heq atë nga goja, arbitri duhet ta fusi edhe një herë në gojë, sepse kështu është rregulli. Edhe e bëri që të fitonte kohë, se ishte shumë po. Gati për knockout. Ndalon, futet pas 15 sekondash, ishte budallik nga ana e arbitrit, futet prap me Jusic, kishte ngel edhe pak sekonda, bababu, futet arbitri dhe ndalon lojën. Ishte një gjykim shumë i gabuar, valla. Po ishte i gabuar se ishte fundi i raundit. Po, ishte fundi i raundit, nuk e la. Ishte për titullin botror, valla. Do të japësh një mundësi atij si Dandi, valla tani. Dhe unë këtë skuptoj o plak, domethënë nuk di të them çan tani. Ai tha që nuk e dëgjova gongun. Po jo, se nuk ti ti me shumë eksperiencë, ai mbas është ndjer, sigur ka gabuar me vendimin që t'i jepte 15 sekonda për të rikuperuar, se 15 sekonda në sport aq profesionist është shumë. Më kupton? Edhe ka thënë prit ta rregulloj tani ta ndërpres se ky është ai ishte mirë vëlla, ishte keq. Ishte keq domethënë. Ishte mirë apo ishte keq? Jo, ishte mund ta hante edhe 2 grusha pas të ditë knockdown. Po, te 12 do ta hitha ai. Po ja jep një mundësi vëlla, sa ai sfidan. Po mundësin do t'i jep. Më kupton? Po ndeshje shumë e përgatitur më plak. Ai sa mund të lexoj unë ai sport. Plak, njeriu kishte ardhur vetëm ti prishte punkte Jusic. Domethënë i vende 6 ditë kohës para i bënte këto ndrymet e këmbëve. E po ishte merit shumë merit e Peter Furyt. Po, super, ajo duket që ka trajnuar, e ka super trajner ai. Po. Shumë i mirë, duket që kishte përgatitur se të vish më në miqë mi në kickboxing që ka 5 raunde me na 3 minuta e të vish të bësh 11 raunde boks me një nga më të mirët të gjitha kohërat siç është Jusic. E po do bën rematch, është sigurt se. Se di, nuk e di. Ju meriton njerëzve. Ishte show i bukur, ishte ndeshje e bukur për aq sa hodhën marketing edhe me piramidat edhe me kështu. Edhe Jusic nuk e kishte marrë seriozisht, ç'është e vërtetë. Edhe ai e ka nënversuar. Po, nuk ishte dita që po bënte super box. Ai thotë që unë u servita njësoj, po duket. Po, jo. Nuk e kishte marrë seriozisht, nuk ishte në atë formën e tij më të mirë, sepse s'mund të jetë Jusic ashtu. Jusic të çan e di unë Jusic po që shumë ndeshje mirë përgatitur, më pëlqeu, ishte shumë art of boxing edhe Riko është vërtet Riko ne kam shumë gjanë se është vërtet një artist marcial, domethënë që bën tamam arte marciale, është artist në gjithë kuptimin e vet. Bravo Riko, bravo Riko. Bravo Rika. Ku do kalojmë tani? Edhe ajo hormonoterapia i bëri zë dhe ajo. Po pse o burr? Po kot po. Po çfarë është kjo? Pse? Po pse të bëj hormonoterapia? Domethënë dikush që do për të ndruar gjininë. Po pse më plak kjo duhet? Shiko, problemi është te kjo çështja e moshës, domethënë që ishte se edhe këta që janë kundër për shkakun që dalin direkt shumë në ekstrem, thonë që jo. Po se s'është kollaj ta bësh atë, shkon në spital e thua shiko dua të bëjmë grua unë apo dua të bëjmë burrë edhe mira të futu te kjo dhomë këtu edhe fillo. Nuk është kështu kaq e thjeshtë. Po prap kjo mosha duhet të jetë çike e kontrolluar mirë domethënë se. Se sa ishte mosha? Më duket se o 14 o 16. Jo.
E po këtu e Jo, kishim po këtë 14. ta verifikojmë pak, mos flasim kod. O ne shifë një herë. Po 1416, Po, është e sigurt. Nëse. Ideja është që o plak. Unë vi nga shkencat sociale, si e mendoj unë. Një njeri që i vlerëson sociologjin, psikologjin, Jo, mirë. psikoterapin. Për mendimin tim, gjithmonë duhet të kemi ca njerëz shumë të aftë që ta personat i kalojnë ca teste. Po ashtu është. Pa- Po ashtu është, ha? Ashtu është. Nëse kushdo që bën kërkesë për këtë hormonoterapi duhet të kalojë teste psikologjie, gjëra. Po pra, po testet të bëna profesionist, jo. Po nga profesionist. Diesh ti trishtuar Nga psikologë. Po Pa, dalë i se çfarë e do hodhët thotë fare poshtë. Po ku ti mund të jenë profesionist vërtet ata? Kush në Shqipëri? Po jo se nuk, tash Po Tu- sot nuk është se po ty- policia private i hodhi pepper spray policisë, e ajo është në Tallësh ti. Po mirë, edhe këtu nuk është se po shtyhen njerëzit të ndryshojnë gjinin, no. Po mirë mo. 2-3 o, që janë do. Shiko. E Po di të se shtohet më ti Po si pse do tani, shtohet? se si po ndodhen në gjithë botën dhe ti tani ku jeton? Po çfarë po ndodhi në gjithë Po, botën? të Po shiko, ishte një lajme dallgë e madhe që tani. ndodhi në Amerikë në Po Hollywood. ishte një Po, në dallgë e madhe, Hollywood nuk është- ndodhi as sekundi tjetër, vetëm në Amerikë, nuk Që e gjithë Europën. 16 vjeç në bazë inspektimit nga mjeku specialist, që nuk e di a kemi në nga këta. mjeku psikolog? specialist, mjeku familjes. Edhe me Po dale pse e ulni? me pëlqimin e familjes. Po patjetër. o. Edhe mund të konsiderohet edhe për këta 14 vjeçarë. Plak, Po. unë mendoj Për mua duhet të jenë mbi 23 moshë. orientimi seksual është tjetër dhe të marrësh trajtim me hormone sepse ke një diskomfort në trupin tënd. Po dua të jem është grua tjetër. unë çketi. Si? Unë dua të jem Jo, po grua. nuk e kam me faktin çak, o plak, nuk merrem fare me faktin ç'a do ti. Ç'a do ti për veten tënde është Po. bë ç'a duash o vlla. Po të them që unë si pjesëtar i kësaj shoqërie dua që të ketë një rregull o plak që e saktëson sakt dhe kalon ca procese që ti mund ta marrësh të olla. E ke Po këtë ashtu drejt. është. mo. Po jo, mos s'besoj Tash se është ashtu. shikon, me Nuk ligj mund ashtu ta- është. Nuk mund ta anashkalojmë. Pastaj sa abuzime ka është tjetër gjë. Ti bëu vishu si dush, po puna është se kjo është një gjë që ofron shteti dhe afirmon shteti si gjë. Që shteti është i gjithëve. Po mirë, dakord. Po pra, nuk Pra është ti problemi bëu të Ku është vishu problemi? si dush, bëu grua. Pa, se jo, nuk është çështja në veshja, nuk është ta çështja ofron në shteti si shërbim trup. atë, s'duhet ta ofroj shteti si shërbim. Po pse? Se Po tash ajo është një gjë që ekziston. Ka shumica e Po- njerëzve. Po shikon, njerëzit janë dakord se kanë gjithmonë këtë idenë që ja do na i bëjnë fëmijët gra edhe. Jo, më jo, Po domethënë, si jo, be po, shiko, është- kur je në mosha aq të vogël, e kupton ti nuk je zhvilluar komplet i herë. Po prandaj Po po them edhe se unë me se këtë pare. moshë, Moshësia më me- ti unë bëjnë për këtë çuna moshës goca dhe goca çuna. Po për këtë pra Se në Amerikë për shembull mund të bëhet dhe pa lejen e prindit ajo. Jo, Edhe jo, është miratim. ajo jo, jo e ajo- ke gabim, e ke gabim. jo, Edhe mund shkolla bëhet. nuk të lajmëron fare. Edhe prindin. është e pakëthyeshme mbrapsht si gjë. Nëse ai ndron meni Jo, më jo, dakord. Ora për Nëse moshën është- jam dhe unë që duhet paktën mbi 23 duhet se s'bën ose s'merr dot vendime aq të mëdha në adoleshenca, po. Po pastaj për Po, zonë tjetër. normale më plak tani, ç'është ky mua bet 16 vjeç, po mendon ajo tani o plak. Është Po, tjetër po, po. orientimi seksual, tjetër hormonet. Plus e bëhet fillon edhe si dallgën që Po, kështu çfarë bëhet fleto? si mod. Ore shiko, për mendimin tim njeriu nuk mund të bëhet aq shumë perpleks sa mos i pëlqej as gjinia vet. Dhe është E po mirë tash Një- këto janë jo, ndjesi është që një- si është një lloj gjendje që kur futesh në atë lloj gjendje plak ka shumë gjëra brenda, ka depresion, ka po normalisht. bipolaritet, ka ku diun situata manjako-depresive, ka Ore, Po pra dhe në vend që të Shërbullime. fokusohemi që të trajtojmë këto, po trajtojmë këto simptomat. Dagu, e kupton? hajde ti bë këtë po vaksinë. dallo se s'është aq e thjeshtë si ti trajtosh këto. Depresionin pra. Po s'është thjesht depresion të mos ndihesh në trupin tënd. Ore po Po mirë, mo mental duhet i illness marrim është plak. kur tani. Unë si shoqëri moderne që kujdesem për Ore nuk e trajton dot mos se ti nuk e di se çfarë prek vërtet atë gjën që të ndodh ty kjo që do t'i kesh specialist. Po ma të gjini pra tjetër. meru Mbaru ti. shkollën. Po merren apo se dinë se kanë gjetur. Po ta gjejnë pra me këtë të merren. Po ta gjejnë. Po Si, po, domethënë nuk ata po ka përpiqen shumë të kohë. shkretët, po. Po përpiqen shumë, u Jo më lodhën. thjesht, mirë, nuk mirë. po e di përpiqen si e fare. mendoj unë. Unë e mendoj që nuk jepet asnjëherë, nuk këto plane, këto lëvizje që po bëhen tani. Nuk jepen, domethënë ju futen njerëz kështu si mçefta së burrë, dhe njerëzit e marrin vesh shumë në për ja del kështu si pak në fillim si Po kjo është nga këto, kam përshtypjen është nga këto Po, të Evropës o që. Po mbaj qendrim konkret, më plak, pse Po, thuaj konkret është ajo e bëri ligj. Po jo dakord, po edhe për gjërat e tjera, valla, pse ec përpara, bë atë që ke për të bë. Po ashtu Të e rishë dhe bën. njerëzit zvarë, për zbërneca. Edhe E vazhdo. bën fakt të kryer. Dakord.
Dakor. Tash po të duam të futemi në Evropë, Shiko, që të kalosh në aeroport pa mbajtur radhë, ca fëmijë duhet të bëhen grase. Po jo, më në Këto janë Itali the nuk perks, bën. Më tash. Në Itali nuk bën. Pse dashka bë këtu? Po se ne jemi shumë të hapur se duhet nga që duam se s'bën të hyjmë në Se duam Evropë. të hyjmë në Italia ka hyrë. Të hyjmë edhe para shiko, zgjedhjeve. do një moment në Evropë është fakt, nuk është se Po është. punosh mos zgjatet shumë që të vinë para zgjedhjeve të jetë Unë mendoj që në momentin që do futemi në Europë, ne do kemi një krizë të madhe ekonomike. Ajo për se sa kohë. diskutohet. Kështu që mos harrojmë këtë. Nuk po them mos në futemi krizë në jemi. Europë. Po, ideja do marrë që goditje tjetër. Më kupton, dhe është dhe një konvertim i gjithë valutës së marrësh në këto gjërat me Po, ai ekonomi konvertimi- tani din njerëzit që ta ndjekin. Ja mirë se prapë s'bëhet brenda ditës se do vim. E pra është pak. Mor beso. E mendoj në një ditë që do ishim tani këtu afër të 40-tave, do ishim prapë pa kënaqur me situatën ku Se jetojmë. shumë unë jam shumë i kënaqur. Po jo, dakor, po them në anën qytetare, se Pa, në pa, anën pa, artistike ne Po vlojmë. kjo asnjëherë nuk ka për të bërë, domethënë nuk besoj se as në të shkuarën s'ka qenë ndonjëherë, as në të ardhmen nuk do jetë ndonjë kështu. Tani është fiksi duhet. Po tani është njëri që Gjithmonë do ketë kërkon. kështu. Po. Sistemet. Mor beso, unë jam me bluz Rage Against the Machine, sot jam shumë sa i keq edhe me këto Komunist. atletët portokalli plak që e aulin komplet Na vret prestigjin. syt me atë. O Nigje, qa bëhet Nigje? Na thuaj 3 lajme na bota tani. Kur do të më mbyll gojën Po, ky më bën këtë. Të ja të drejtë për të folur, por që ti mos ta flasësh. O Je Nigje, lirë të flasësh, po. Kur duhet të flas, më qepet goja. erdhi momenti tani ta adresojmë pak live dhe portalet tani beso të ky moment do Qartë. përgësojnë se unë dhe Nigje tani do përplasemi. Hmm. Nigje, unë të akuzoj publikisht që ti radhën e kaluar ke sabotuar kamera që të dalësh vet. Po, E vërtet është? është e vërtet. Si e arritë këtë plan? Unë burri është punon regji. Burrit. Sa e thjesht. Ka të shoqin. Po ne jemi mirë në bashkë plako? Po jemi mirë në ne. Çka ka ndodhur ne? Shfik. Shpi kamera ime. Po ishte fik kamera jote. Nice. Eto, o besa se harrova, do të pyesa diçka se folëm pak te boksi. Do të bëj një pyetje se po e mendoja kur po vija. Ti e di që këta të UFC-s kampionatit të PMA-s për shembull marrin 30 fish më pak se sa boksi. Po. Kurse boksi për shembull Rico për atë ndeshje që ka bërë mund të ketë marrë 50 deri në 100 milion dollar. Ore si e shikon, si e gjikon ti këtë? Si të duket Po mirë, boksi është goxha më. pagesa në sportet. Po, edhe në boks Që- marrin këta që janë hyje ose këta që janë të bukur. Nuk është se marrin gjithë aq shumë. Po jo. Po pse dhe Florian Marku e ka marrë një njëshe. Po, ç'ma kujton atë. Ore qa bëhet me atë Florian Markun? Se di që Nuk dua ta di fare. Po dua unë mo. po të duket e drejt këto lekët që marrin në një ta sportistët të shifrat e çmendura. Leo Messi për shembull 30 milionë euro në sezon, ku diun. Po shiko, nga ana njerëzore s'është e drejtë ose është komplet idiotësi ndër. Ti japësh aq shumë. E pra, për çfarë do një, vetëm bëjnë kështu pas e koleksione me makina me gjëra. Se Po. çfarë do të bësh? Komuniste mor beso. Po jo, po them nga ana njerëzore nuk është e drejtë të marrë një njeri aq shumë, po tashi Po, në atë shumë lloj marrin në atë lloj biznesi, në mënyrë si është rregulluar edhe bastet edhe reklamat edhe çdo që aq do marrin ose. Plus që janë ca gjëra që të frymëzojnë ku domethënë kur futbollistët e rinj për shembull që Po. imagjinojnë kështu të bëhen unë i pasur edhe kështu, pasuria është kryesore, por ai doan të bëhen futbollistë të mirë, e para është të bëhen mirë i pasur, pastaj futbollistë i mirë. Kështu që të frymëzon. Unë e kam thënë njerëz të storie, po më kujtua prap tani dhe më duket njëra e det më fenomenale për të vjedhë shokët. Kam pasur Cila? shok kur kam qenë i vogël, s'pa them emrin. Edhe ai më thot mua që ka ardhur një skautist i Evertonit, më tha mua dhe erdhi të gjej një talent tu në Sarand. Kishte dëgjuar që në Sarandë Po. ishte plot me talent. Ky shoku im ishte i komunitetit rom, po ishte shumë futbollist i mirë, luante shumë mirë futboll. Edhe më thot mua na duhen 8000 lekë për secilin. Xhirojmë të ndeshjen dhe t'ja çojmë të vita te ky edhe kisha ardhur të shkonte në video. Po ti hajde live. Donte ta shikonte videon Po. aty në terren. Po hajde po live na shiko. Edhe ne u mobilizuam, hajde, ore hajde mbledh, do luajmë te Edhe Evertoni, o blet. 8000 lekë, jo vit, po 8. Po, 8. Po i paguajtëm ne. Po normal do t'i merrte Evertoni.
I ka Ne Allah bëm apo. atë ndeshje ne dhe erdhi një tip me ato kamerat Sony që bën vetëm foto, instant foto. Nuk kupton edhe. Miqi s'ka ardhur me ato që shikon kështu me ngjyra, thësh ka qenë. Të plagë Që të të ndrohet pamja. Ua, shumë skam ishte ajo, valla. Dua lekët e mia. Edhe jo direkt do E, po budallë një për fëmijë për. Shiko, në një moment Dia vetëm paguan Po, lek për. Budalli që. një 8000 lekë, një 5000 lekë. Një 5000 lekë për siguracion. Një herë 8000 ora e lekë. siguracionit më doli prap para sa ditësh. Po pra. Ajo gruaja. Ajo posteri edhe është Ah, prap jo. 5000 lekë. Edhe njerëzit që na ndjekin e thanë, ore, po edhe me inflacionin. Që ka e vërtet, po. Po pra që ka super ofertë. Po aq lekë sa bën ata. Të plasin sponsor ato me kompani siguracione, ju lutem kontaktoni tani në emailin ton. Le të flasim pak për një gjë më të këndshme, se i mërzitën dhe miqtan Kristinën dhe Elion që janë depresion total që të dy shive. Tek janë po vuaj, nuk si po erdhën dëgjojmë ta budallën po Duan flasin. vetëm të ikin, po. Do flasim pak për gjëra të bukura. Do flasim pak për gaming, Për lodra. për lodra. Jo seksi. Do flasim pak ma për jo. lodra që na kanë arritur. Për video games. Që kemi lojtur. Edhe kontakti i parë mor beso me konceptin e lojës, po që elektronike, domethënë lojë. Video Kur game. ka qenë video game, po kur ka qenë ajo momenti i parë? Se unë e kam shumë vivid para syve të mi, Po që e kam luajtur dhe vetë, po se po e ke lyë dhe vetë, çka ke bërë ke pa. e pa se kemi parë në për filma në fillim. Po e para ka qenë ai me sa i vjetë jam. Ai Atari 2600 si e kam patur ato. O plaka, ajo është vite 70 o kujt. Si aq i vjetë ti mo plak. Po mirë në fillim ato. Ti arcade ke kapo burr. Jo, ora e kapa Atari. Jo, s'ke Po, kapa shiko, Atari. Nuk e kapa kur doli në treg në përbot, e kapa Po, dite. kur doli në Shqipëri. Se në Shqipëri Se ka pas Atari në Shqipëri? po, ra, Tallesh ti. po, mo. Ajo është si lojë kështu, një dimensionale domethënë shumë. Po, do me një orë, Bardezi. me një orë atë River Raid e ka, Se kam me një bërë. avion që gjuan. Po, ajo është super lojë. E pa, ajo është me një orë e Atarit. Ata e luanim kështu, atë i kishte edhe këto, i kishte kështu me joystick, kështu me lev, Kontrollet. po me ato. Ka qenë konsol kjo? Po. Nuk është Rambo. Jo, është Para Rambo është pas kësaj. Rambo e kam kapur. E pra, Rambo kam luajtur unë. Rambo ka qenë një lloj loje që ishte me një joystick. Jo, Ka pra, qenë kjo është konsol Atari Rambo, është ka me pas joystick. kaseta. A pse ka pas kaseta Rambo? E po ata Po Atari këtu kam këtu kapur. s'gjen ajër. Në Shqipëri dhe luje vetëm lojrat që ajo i kishte të regjistruar me Po, ishte vetë. Po. Ka sistem. pasi ku kam qeft asaj Rambo. Po. Ka pas një me cirk. Ka pas një me- o, që ajo e me ekuilibron cirk, të shumë këto e bukur. pjatat e Po, çka të luanin. Ka pas dhe një me lojra olimpike më duhet më vonë. Po jo se kjo. Apo është Nintendo kjo? Jo, ishte box, më duket. E pra ka pas sa gjë. Ishte box, ishte këndi nga lart. Unë të them të drejtën kur po ti që si ke që me gaming? Kam qenë e vogël vetëm Super Mario kam pas luajtur edhe ca kështu me Space me. Plak, shikoni pak. Galaxy. Po nuk e di se mbaj mend emrin. Super Mario është një nga lojrat më të bukura në historinë e njerëzimit. Po, për mua është Jo vetëm Mario World, po edhe Mario që është edhe Mario Kart është e bukur, që është me gara. Se ka Adventure Mario, ka disa lloje Mario. Dr. Mario mirë. është Ka- i bukur. Po jo Dr. Mario është Me ato Tetris, pilulet. Tetris. 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 Thjesht një lloj, Jo, tetet po kështu. po si puzzle është, Ja. nuk është se është lojë me aksion. Po Mario ka shumë lloje, ka lojra. E po mira, e klasiku është që është Ja, sigurisht super. ore fantastik. Super Shumë e Mario. bukur, po, Super Mario. Mario. po kontra ka qenë. Po, plak, kontra e luaj ndonjëherë prapun. Po dhe Mario. Luaj në emulator, po. E në telefon. Kontra dhe e bukur është se lojrat e atërshme kur i luan sot janë shumë të vështira plak. Ore, Ore. Mario të shkataronte nga Po, nervat po. më. Talli. Kur ja merr dorën pastaj. Sidomos po ta lush me 3 jetë, jo kështu pa Me tre, me limit tre. Po, po, jetët. se Me po, 3 pa jetë ta limit. çlirosh. Po jo se kur ja merr dorën pastaj e kalon kështu. Shiko, ka një gjë. Fot e fot. Ka një ndryshim të madh me lojrat moderne, me lojrat e atërshme. Lojrat moderne që luaj unë, se unë luaj shpesh. Lojra në kohën time të lirë. Ai sa kam kohën. Loja sot është më lojë mekanike. Ti bën gjëra, domethënë, je shooting, je pak bën lojra, bën një gjë shumë mekanike, kurse te këto lojrat te kontra te këto, duhet ja mësoje që ka të ritmin. Na, po. Si të luaje me atë
lojën, ka pas një lloj, Ai domethënë, ka qenë ajo që duhet ishte pak i luaje, aftë. Edhe ishte kështu. Po pra, po. Po. Kërcej edhe ti bashkë me Super Për Mario. shembull, lojrat Tekken janë lojrat e vetme që kanë ngel akoma që ti duhet të kesh aftësi të mira për të luajtur Tekken. Kur e fillon e mëson pak që të bën ato kombinimet, bën ato kapjet. E mos e ka lëvizjet E marrin e me veta. diku lunin ka ato patternat e vet, ato kombinimet katror, trekëndsh. Kurse lojrat e sotme ti thjesht ka shumë story brenda, ka shumë skenare, shumë gjëra që po ndodhin. Dhe ti ke vendimarrje. Ti zgjedh të jesh i mirë ose në këto që janë moderne open world. Ti ose je i mirë ose je i keq ose je Sa e natë kam pasur që me PlayStation-in doli kjo që shtypë rën, do të shtypësh rën shumë shpejt, domethënë të bësh një lëvizje. Po. Se ndjeja fare që e bëja unë atë lëvizje. Po pra është pak, domethënë ti përgjigjesh më shumë si impulseve, shikon atë, bë këtë, vrak këtë, vidh këtë, Po. siç janë ato lojrat Grand Theft Auto, është pak lloj tjetër eksperience. Kurse në lojrat e atëshme duhet të ishe i aftë valla. Duhet të kërceje çdo moment që kalon ndaj plumin, ta kapi atë tamam timingun. Po. Kurse Po. lojrat e sotme të ndihmojnë shumë. Ti sa jam afër përfundimit të Red Dead Redemption 2, që është lojë kryevepër. Po luftën, aksionin e ka njësoj ti fitimtarje, nuk është se të sfidohesh. Ka domethënë që të qellojnë, po mund ta ngadalësosh atë dhe ti bësh ti kështu atë bullet time siç është e Matrix, Po. më kupton? Ka ca gjëra që e bëjnë atë gaming experience pak më të thjeshtë, që ta kuptoj pak ta luash kollaj. Edhe ka story shumë rich, kinema. Atëre story është shumë i thjeshtë, valla, lëshoje dy burra pa bluzë me pantallona në xhungël, edhe ata vrisnin kështu alien. Më kupton, kontra është zhvillimi i lojës ai që e bën lojë. Nuk është skenari i gjithë lojës që e bën një lojë të mirë. E vështirë shumë ka qenë ajo Ninja Gaiden. Po, plak, Atë merr. Atë duhet ta luaje kështu 24 orë për Po, 24 muaj që të fillojë atë. Po vlla, doje aftësi o burr, doje aftësi të luaje. Po në arcade, në lojra me që kanë qenë Jetona. me xhetona. Po. Doje aftësi o plak, nuk mund të merret një lojë fillimi fund ta mbyllje. Doje 10-20 xhetona ta çoje vlla. Nuk e di. Edhe historia në fazë me që e përmendë një çik. E përmendë ta mbam në fakt. Po. Edhe historia sikur janë si bosh tash historitë. Jo, më janë shumë të bukura. Do më janë të ngarkuara shumë me gjëra, po sigur. Okej, kjo Red Dead Redemption dakord, po në përgjithësi se ka ndonjë histori. Për mendimin tim, për shembull, lojën e ndryshoi Last of Us. Last of Us është lojë moderne. Po. Po koncepti që solli ajo që është më shumë story se sa loja, dhe loja është thjesht pjesë e eksperiencës, po story është. Që lidhja po, ajo histori ishte me këtë belën, me këtë këti që i ka humbë goca, domethënë është story mbi lojën. Po. Loja shumë e bukur, unë e kam luajtur Edhe shumë. këto lojrat e Nintendos kanë pas story më, po ne si lexonim e bënim skip. Se ti ai që fliste aty e tregonte çka ka Po ndodhur. shpejt. Ja vash shkruajt. Po e bukur e shumë e vërtet. Po edhe Mario ka story që merr princeshën. Po. Shumë e vërtet, është dhe faji jonë, domethënë, nuk është vetëm faji. Un kam pas lut një lloj Street Fighteri që s'ka qenë kështu thjesht me ndeshje, po ka qenë aventurë, Që është rrugëve. Po, edhe mund zgjidhje një nga 3 personazhet. Po. Ka pas Kenny, Rai dhe një tjetër. Street Fighter shumë e bukur plak. Ka qenë lojë shumë, më ka pëlqyer fort. Po historinë Street Fighter e kishte te filmi. Po, te filmi. Ku ka histori Street Fighter? Ka histori, është Gaili është kryesori që do vën atë filmin. Po, edhe filmi pa histori fare ishte kot. Se më plak. O s'bante se. U do dalë Street Fighter i ri tash. Po. Se ka ndonjë prismëri. Po, këto film pasha të Mortal Kombatin e ri valla, nuk po çfarë do presësh nga Mortal Kombat? Thjesht po ti aksioni i mirë aty është e gjitha. Unë do them sot beso ekskluzivitet, do them disa lojra që mua më pëlqejnë shumë. E do them lojën time të preferuar në të gjitha kohrat. Është një zgjedhje jo normale. Që s'do pritej nga njerëzit. Dhe loja ime e preferuar është Dead Space. Po pse është jo normale? Po se është super loje. Po, mua më pëlqen shumë të luaj një lojë që është post-apokaliptike dhe që është survival horror. Nuk dua shumë shooting edhe gjëra, unë dua pak atmosferë oblike kështu, dua të ketë
life and death, më kupton. Që një kështu ti iku mbaroi, hape atë, thithat gazin vdiqe. Më pëlqen kjo lloj. Po, Dead Space e ka estetikën shumë të bukur valla. E bukur. Kostumi i këtij Isaac Clarke. Është me detaje. Futet çiko me atë ChatGPT-n tënde. Si e ka? Dead Space. Jo, Dead Space, Isaac Clarke. Futi çik me atë Gemini, çfarë përdorti atë Clever. Dead Space çfarë është e tjetra? Që thu. Njësh dhe dysh. Isaac Clarke, personazhi kryesor. Se dua të thjesht i shohim çfarë vesh e ka. Edhe ajo më bën mua, ajo loja që është e vështirë, këtu do pak skill. Është lojë moderne që shkon nga pika A në B, është lojë që nuk duhet pak teknik. Jo, mos është e vështirë. Ne, këto monstrat duhet i qellosh nga këmbët, ti presësh krahët, nuk se duhet. Po, nuk se duhet të dasësh në kokë, siç është çdo lojë moderne. Lojë që më ka pataksur. E mbyllja atë lojë dhe mendoja prap çfarë do plak çfarë do ndodhë. Vërtet, jo, më ka pëlqyer shumë, po. Po. Nuk e vetë ndoshta top 10, po. Kjo është si kostum. Po, ky është kostumi. Shimo çka kostumi më plak. Ky është moderni, domethënë, po që mos e janë nga gjë. Njerëzit që luajnë lojra do më kuptojnë, ju vëllezërit e mi, ju që s'keni një të dashur dhe s'keni jetë. Që luajnë gjithë ditën. Kur shoh lojrat ose ani me gjëra kështu që kanë këto kostume të çmendura gjithmonë se me vetë dimë si tërheqin ato këpucët. E kuptoj gjithmonë kanë nga këto këpucët që janë kështu. Po janë estetike ato. Tash po nuk e tregon dot ndryshe atë një kostum po spati kështu gjëra bombastike dhe po. Nuk e jep dot atë gjën futuristike. Goku të ishin govata apo se marrë Goku. Goku ka pas këtu probleme. Jo, ka pas vetëm më dha. Jo, ku vishte ku bëhet Saiyajin apo të vogla e kishte. Pupa. Jo, tip çizme. E pra si çizme. Po jo mos i çizme ka pas ai. E po mira çizme nuk është ndonjë. Po këta i kanë me hekura me Po se aty je në space, je në hapësirë, je në. Po Limbo ne keni luajtur në herë ju? Po, super lojë. E bukur është. Po këtu Limbo është pak lojë telefoni. Jo, lojë kompjuteri ka, PC është. Kompjuter. Do më është edhe në PlayStation besoj. Xhemi lojë. Jo, është e bukur. Mund të kemi ja 30 lojra. Flak çam dele edhe kupto kështu, shkarko. Po, shiko, jam si kalamajt e vegjël. Unë juve lojtarët e telefonit ju urej keq. Avash. Do të vërtetë, valla. Ju urej shumë ta që luaj me telefon, edhe ty. Po pse? Po si më plak çaj loj me telefon apo? Loja do PC ose PlayStation. Po por e ti, unë kur ri në telefon. Do çika aksion apo në telefon? Po si Nintendo to Game Boy. Nintendo po mos e ka tjetër gjë, nuk është si telefoni tani. Po është. Atë 3 gjëra me touch aty tani. S'ka nevojë për skill fare. Po më se këto lojrat e telefonit nuk janë aq të ndërlikuara dhe. Jo më ka të ndërlikuara. Po jo më ka, okay, në rregull jam unë me atë, po pak në këto që luaj unë janë shumë. Po ti se luan sa lojra zhvesh atë gruan aty ku di. Ja, vetëm një është ashtu, tjerat janë kështu me. Loj kodi fare apo. Ore ti tani Ajo i pëlqen atë çeti. Po mirë, po nuk i quaj da gamerat në telefon. Po nuk quajmë gamer, jo. Unë jam ose laptop, ose PC, ose PlayStation. Ajo është gaming. Ajo është gaming, po. Në telefon tashi unë më shumë e përdor për të luajtur se sa për. Është në kohën. Po besa kush i loja jote e preferuar gjitha kohërave valla? Se e cekëm dhe pak dje që po pinin bira. Po. Edhe mojito. Po ku diun, besoj se Silent Hill. Po pra se ma përmend edhe dje, ka shumë të ka godit Silent Hill. Në PlayStation 1 deri te i vjetra fare po thua. Jo, që nga 2-shi deri te 4. Lart janë. Se pastaj mori për kot, po. Unë si kam luajtur shumë Silent Hill, po lart janë. Po. Ma Silent Hill ma ka bërë këtë gjë që luaja, pastaj në gjithë pjesën tjetër të ditës që s'luaja e kisha mendjen vetëm atje. Vetëm te loja. Edhe kur flija natën shikoja ëndra vetëm me atë, ishte kështu. Silent Hill është ajo që është bërë te film. Po, filmi është grop, nuk. Po çfarë? Te loja ç'në ndodh? Varet, 2-shi për shembull ishte me një tip që e kishte gruan e sëmur. Ti je ky tipi? Kush je ti? Po. Unë jam unë. Po. Jo te loja. Po te loja ti je ky tipi. Oh, thank you. Edhe ideja ishte që ky e kishte gruan e sëmur. Edhe e kishte vrarë, duket, po. Se edhe pak ja kishte kërkuar ajo, po edhe ky e kishte vrarë se nga që nuk e duronte dosat të gjendin. Domethënë ishte me kancer kjo, edhe
ky nuk e duronte dot si gjendje dhe ai kishte vrarë një gjë kështu dhe pastaj e gjitha luhet më shumë në mendjen e këtij se sa, duket që ka shkare dhe e gjithë loja është shumë dark. Po në çfarë konsiston loja? Çfarë bën ti? Silent Hill atëherë ti nis, loja është pak detektiv. Ka shumë gjëra që ti zbulon gjatë kohës. Fillon që i vjen një letër këtij nga e shoqja për shemb. Edhe ky shkon në Silent Hill se letra thotë që un jam në Silent Hill, ndërkohë i ka vdekur gruaja. Po i vjen letra që i thotë jam në Silent Hill, hajde më gjej. Ky shkon të gjej të shoqen në Silent Hill. Po. Edhe aty situata agravon situata kështu. Agravon, është si demoniake kështu si. Po fillon e gjitha në kështu në mjekull edhe pastaj hyn edhe në ambientet të brendshme, po që kalon në dimensione që. Po do you fight? Çfarë bën ti aty? Po ka fighting. Ka ca kështu. Shooting, po jo shumë, po pak, domethënë. Po çfarë bën ti? Nuk të se kuptoj. Ore fine clues pra gjë. Fine clues. Okay. Puzzle gjëra, domethënë jo, është bukur. Është shumë lojë e bukur. Po jo, nuk po them që s'është thjesht nuk. Atë Silent, domethënë dyshit e katra më pëlqejnë më shumë. Katra është The Room. Po, shumë e çmendur. Që zgjohet ky tipi në mëngjes edhe është i mbyllur në dhomë, nuk ka derën e. Është prap ky tipi, është i njëjti. Jo, është tjetër. Është spin-off. Okej. Edhe ndodhin ca gjëra të vogla, domethënë dëgohet një trokitje atje, një gjë ose kur shon në banjë gjen një vrim aty në banjë. Futet atje dhe aty kalon në dimension tjetër pastaj edhe sa herë hyn e del nga ajo, shkon në vende të ndryshme, ajo dera që ka ca zinxhir, një hiqet një zinxhir, shtohet dhe Po, shumë lojë e çmendur. Silent Hill është franchise. Nuk e shpjegon dot po se luajt, është lojë shumë e pashpjegueshme shumë. Unë Silent Hill s'e kam luajtur, Resident Evil e kam luajtur. Edhe ka ca lojë të mira, ka ca shumë të këqija. Unë treshin e kam. Ai është kështu, se është dhe klasiku. Çfarë vuren ne? Një helikopter. Do të shikoj në helikopter ti. Jo, po vjen një skena gaming ai më duhet. Tjetër më çka kanë një lojë të bukur valla. Po në edhe Mafian e kam shumë qef. Mafian e kam dalë du, po e kam bler. E bleva. Ishte 40 euro, po sa u fut në skonto e bleva. E mora 13. Sa më? Nga 40-13. Me smashtrim. Pse? Po ç'është ulje nga 40-13. Po ishte Vaj kanë 10 lekë. Por vetëm paguajën valla. A e ke shkalkulo, e ke lojën? Po, e kam lojën. E ke paqë? Po, e kam në Steam. Jo, në Steam nuk. Provoj një. Jo më plak, jo. Se mos ka thënë kështu të mera Evertoni për. Për vetëm 13. Një lojë që më ka pëlqyer mua shumë. Është Devil May Cry. E mban më? Po. Është lojë ka shumë stil. Edhe kjo, domethënë 3-4 ja goxha të mira. Edhe pesa okay, po filloi rënia po. E mban mend Andrea që luan si Virgili dhe si Dante? Si Dante. Po, nuk e kam luajtur. Se ka luajtur një herë? Shumë e bukur. Po. E ka storyn Po, është argëtuese shumë. Po, edhe ato skenat ku dalin ato që lufton ato ëngjëjt vëlla, ata shumë e bukur. Edhe stili shumë nice. Po ka kështu shumë kostuma, gjëra interesante shumë. Po, lojë me stil. Po Far Cry ti e lut beso? Nga pak. Sa argëtojmë te Far Cry unë. Lojra shumë të bukura për të shty kohën. Jo, për të shty kohën. Shumë lojë për të bërë obez. Duan atë shton 3 kg, po, se është për shembull ai është Far Cry 3-shin në mos gaboj ose 4, është me këtë vasin, me këtë të keqin. Ke parasysh ai që se ke pa të keqin, o plak, ai është super i keq. I keq më keq. Po, është shumë është psikopat, është inteligjent, flet bukur, e ke parasysh, dhe është shumë o vlla, çdo moment që takon është të kapa i çdo moment, e ke parasysh, o vlla, është shumë i thellë burr, më kupton, është super i keq i bukur. Po, që dashuruar. Po, vlla, shumë personazhe pa pam, edhe loja që e kështu në ishull ekzotik, që lufton me armë, gjëra, është pak më lojë aksion. Un jam shumë tek lojrat pak me krijesa, nuk dua të vras njerëz të tjerë. Dua të vras qenie pa njerëzillik. Pa shpirt. Po, më pëlqen lojra për shembull. Një lojë që kam luajtur kohë të fundit që më ka pëlqyer shumë, quhet Kronos The New Dawn. Që plak është loja në lojrat më fucked up që kam luajtur ndonjëherë në jetë, më kupton, është shumë. Po është lojë e ka storyn shumë të çmendur. Është shumë tipit ka plot twist gjigant në fund. Nuk po e them çfarë është, po loja zhvillohet në Poloni. Në Poloninë e viteve. Lojë në Poloni. Po. Në Poloninë e viteve. Në Poloninë e Bratislav. Në Poloninë e viteve 89-90 që po bie komunizmi. Dhe ti je traveler, më thonë za? Je si një tip
krijese që kthehesh mbrapa në kohë sepse je me një mision. Edhe ti e fillon lojën që ti po del nga podi jot, nga ajo anija jote, edhe të bën disa pyetje. Që si e ke emrin, të dalin ca opsione. Në mënyra si ti zgjedh opsionet, se është lojë moderne. Ty të zhvillohet dhe historia. Që do jesh hero apo do jesh që në fillim. Po që në fillim e përcakton. Na përgjigjet. Sepse shiko, këto janë lojra që kanë dhe shumë DLC-ra, domethënë po ta luash prapë dhe në një round i ri, dhe në një keq i ri, është pak lojë moderne, më kupton? Po atmosferën e ka çmenduri vëlla. Polonia e viteve gati post-komuniste, komunizëm është akoma, ti që je me një kërkon ca persona dhe kthehesh mbrapa në kohë dhe ju merr këtyre memorien dhe i fut në një si pajisje dhe vazhdon plotson puzzle-in që të gjesh X-in. Se çfarë ka ndodhur, se ka plasën virus. Është një tip Covidi. Jo si Covidi, po është një virus që ka plasë. Se pikërisht në Poloni, se po nuk e di pse ka nisur aty. Nuk ka ndonjë shpjegim loja. Po ka estetikën, është është komuniste, edhe kështu shumë distopiane. Si komuniste moderne distopiane. Më kupton me ca gjëra që na nxjerrë ne ose na post-komuniste distopiane. Kronos dhe New Dawn quhet loja. Nxirr ca ose një video të shkurtër që luhet. Është plak Kronos dhe New Dawn. Është super lojë atmosferike. Po me këtë të vrarit që po thoya edhe mos e si më duket kur janë kështu me edhe kur loja këtë Call of Duty për shembull. Është pa shpirt fare bam. Okej, vret gjermanë, po vret nazistët edhe duhet të ndihesh kështu i pa shpirt. Po tash edhe nazistët njerëz janë. Ore ti sa i ke mbrojë, ke 3 episode që i mbron, o plak. Po jo, mos çanë. Ore besi boll. Po jo, se aty i ndroi ishte një rus, një gjerman, një anglez, i visin nga të gjitha anët. Nazi nuk je ndonjëherë aty. Nazi. Sa do besi ti. Po jo. Jo, mua Call of Duty më pëlqen, s'është ndonjë. E mos e lezeshme ka qenë. Po, shive, më plak çaj loja, më plak. Prit, shtyje pak para diku. Mos duket asgjë. Ai më, ja, ka vënë. Po post-komuniste është. Po ja, më prit të hapet to, se s'është futa se loja akoma. Po njëri që spret. Shtyje pak para ne. Ja, kjo është. Më që kanë çik si metroja. Po je thjesht third person. Shtyje edhe pak para e ne në një moment tjetër. Se do të shoh pak qytet. Po s'ke plumba, po për çfarë ka ata armën kur s'ke plumba? Jo, ke 3 plumba. Ke pak. Edhe këto krijesat janë shumë të vështira për të vrarë plak. Si 3 plumba ke gjithsej gjithë lojën? Jo, lojën? ke shumë pak plumba, pra nuk është në një lojë që merr kallashin në një moment dhe kërcet. Duhet i përdorësh mirë. Duhet i përdorësh mirë. Interesant. Edhe vdes shumë. Nuk është unë te një round kam vdek 32 herë, kam numëruar. 32 herë rresht. Nuk e kaloj. Po kthehesh aty ku ishe apo? Po, kthehesh deri diku aty ku me checkpoint-e duhet. Me checkpoint-e, me çfarë është lojë moderne, nuk është. Po ne ashtu jeni çik më para dhe heqim na kapi copyright me këtë më duhet. E po lërë se e morë. Jo, shty edhe pak më. Po jo se nuk pam atë komunizmin distopian. Ja, këtu që kanë pallatet e Enverit. Është shumë lojë e bukur. Interesante. Shumë e bukur. Ju ftoj miq ta luani. Ta luani, më thoni pastaj. Po këto downloadojnë me këto të mëdha ato se s'kam me torrent i merr ato. Jo, për mendimin tim, ky Steam ja vlen shumë. Steam është një platformë që ti blen lojra falas, po ka dhe me lek. Si blen falas? Jo. Shiko, accounti e që hap në Steam ka lojra falas, që ndonjëherë një në 2 vjet mund të jetë një lojë e mirë. Po në përgjithësi janë lojra me lek. Po ka në $1 deri në 65. Tani loja sa më e re jetë ai më shtrenjtë është. Këto lojrat e vjetra. Këto reat për to ti luaj. Jo, këto që luaj unë janë $9, $8, 4, 15 kam dhe më të larta, më kupton? Deri te 20 është okay. Po. Red Dead Redemption 2-shin 15 e vleva. Ja, më shumë. Ne vlenon burr, është okay. Nuk ke asgjë. Këto i kaminat që duhet të ndërtosh shumë gjëra. Ku luan ti këto? Në laptop. Këto që kanë kështu që duhet ti blesh këpucë, ti blesh çarape, ti blesh do më gjëra kot. Eco Red Dead Redemption kështu ishte. Eci ti me kalin aty dhe të zinte i ftoti. Edhe ftohesh. Dikte po. Ka të
Unë Po, vdisje nga ajo e vëta. Po, edhe shiko çfarë ka të bukur Redemptioni. Dyshi, se njëshin e kam nis pak, po nuk e kam përfunduar. Ka të bukur shumë interaksionin me lojtarët e tjerë në lojë. Ata janë të gjithë në PC, që do thotë janë karaktere që nuk luajnë. Që do thotë kur e kthejnë kokën ky Arthur Morgan, ata nuk ekzistojnë. Por ata janë shumë të rëndësishëm te gjithë kjo gjëja. Se ti që në fillim për shembull mund ta sfidosh dikë. Ti thua, "O, Karo, e po se lëviz historia në pas të... Po ti se zgjedh ta bësh atë, sepse do të vazhdosh lojën. Më kupton, ta jep mundësinë që ti ta ndalosh, jo ta ndalosh lojën, se loja zhvillohet prap. Po ta jep mundësinë që ti ka të ndryshime. Të ndrysh para se të vesh te pika finale. Ka dalë për telefon dhe Red Dead Redemption 1. Po, ka dalë për telefon. Është lojë shumë e bukur, miqtë mi. Më ka magnetur, nuk e prisa të më pëlqente kaq shumë. Kjo s'luhet telefon, për shkak se unë e mora pas. Ja. Nuk po e luaj dot. Red Dead Redemption është. Si quhet kjo platforma ku i me Steam. Po, është platforma e mirë njohur. Po edhe Mafian që më sugjeroi Besa aty e bleva. Edhe Half-Life 2 është shumë. Atë se kam luajtur më plak, këtu më ke kap gjithmonë. Nëse do atmosferë kështu si horror, si distopiane. Po. Ajo është kështu. Do e luaj, e kam parasysh. Po ti more ne përveç Serious Sam. Serious Sam është shumë e bukur. Ja, më plak, shikoj direkt e dia që do të hiqja vet, po s'po thosh. Po çka që në i lojmë që un kam pas luajtur Global Operations. Ç'është më kjo? Ka qenë nga lojrat e para që kam luajtur. Ne halunte në bursë. Është si është si Counter Strike-u, po më e bukur. Po jam më e bukur. Counter Strike-u më e bukur. Po. Ç'është më kjo? Po do ishte për kjo më e njohur se sa Counter Strike-u po ditë. Po pra. Po ishte më e bukur. Po se kjo e ka fut këtë lanin duket më vonë. Okay. Po që luhet në grup, vazhdon luhet në grup. Po kjo loja online, si duket që luan bashkë me një tjetër, siç është Counter Strike-u? Mas pëlqen këto. S'të pëlqen? Që luan bashkë. Domethënë që luan kundër apo luan? Edhe që luan, se ka dhe shumë lojëra që janë co-op, që luan të dy bashkë, një ekip. Këto që luajnë të dy bashkë një ekip më gjithë shumë. Sa kundër, okay, si më. Ta kam thënë unë dy besë që unë. Shahesh kur je kundër. U futa në një Counter Strike në chat kosovar. Edhe takova një 13 vjeçar aty. Po kam qenë dhe unë i vogël. Se jo tani s'luaj Counter Strike, se tingëlloj shumë keq. Edhe para shumë vitesh, luaj Counter Strike-un. Edhe më thotë ky mua që do futesh në klan me ne? Po, i thash, futem. Edhe çfarë bën kjo? Hapte një server këtu dhe venim në një pistë të bënim stërvitje. Qëllonim njëri tjetrin që kot. Po çfarë stërvitje? Po kot, kush zëhet çot? Po njëri tjetri nuk e vret dot në stërvitje. Po çfarë bënin për të stërvitur headshotin? Po pra, për të vrarë serbët, se donim të vrisim serbët në për kohë. Edhe stërvitesh të vrisin njëri tjetrin. Fillonte me vrasjen e njëri tjetër, do çonim te serbët. Fillonte me stretching. Po ne çfarë po lunë ne aty, çfarë po bën? Jo, është një gameplay, po s'është Counter Strike, pra kjo është Global Operation. Kjo është Global Operation, po veç ua. Duket e bukur. Po më vjen si e njohur që duhet ta kam luajtur. Po pra. Për ta kaloj çik. Po, çfarë në gameplay? Kjo duket e bukur më ne. Gameplay është, po. Të dalë kohë vetëm menun. Duke zgjedh armët këtu. Çfarë që ka i me çadër që ka dy. Çfarë kallash me dylbi. Po pas round i keq ç'është në banjë është aty. Në pishina. Është 2003. 2003 po pse në 2003 çfarë luhet? Ua 2003 plak e Son of Rome super loj. Ndonjë ngjyrë edhe mund të kishin vënë. Jo, është më vonë. Po më varet nga misioni apo. Duket si çip po ne. Si çip kjo më. Kjo është duket më. O ne, po e ka dorën katrore o burdani gjithë. Se Counter Strike-u si e ka? Ua Counter Strike-u ka super dorë. Ata vejer po sigurisht. Vë Counter Strike. Jo, edhe Counter Strike-u kështu është. Jo, se ka katrore dorë. Është soi nga grafika janë i soi. Po, njësoj ka grafikën, vetëm se ka më shumë ngjyra ajo ka. Shikoj kjo vetëm gripa sa nga do. Po është mision bor më po kanë. Po mirë, po nga nga pllakat e banjës shkojnë në. Po është në borë, çfarë problemi ka? Gjej një që është në pyllat. Ken Manhattan për shembull. Në Manhattan po që ka rënë borë edhe në Manhattan. Këne lunde, çan të lëra më valla, Global Operation. E mos në fakt e kam dëgjuar domun po. Ose herë kam pas luajtur test drive-in me makina. Po. Po tjetër? E po mjafto tash. Tani unë srija gjithë ditën të luajt kompjuter.
Need for Speed i ka qenë për. Ka shumë e bukur. Shumë e bukur. Edhe lojë interaktive që filloi një moment që merresh me makinën e bëje. Ore diçka lojë më kujtua mua që ka qenë errësir fare, ka qenë Blade në PlayStation 1. E mban mend? Blade. Blade. S'e kam. O vlla, ishte lojë vetëm që zihesh në magazina u. Në vrisje policia për magazina u blaq. Policia po duhet vrasësh vampiro. Jo, dhe vampir. Je i sigurt që Blade, vrisje policia. Zvërnec. Po jo më sepse të ndosë, ja, më falni, e ne ka vënë Counter Strike. Po, dora super 4 orë më. Po, se njëjta grafik më. Thjesht këtu janë kala këta. Nuk edhe këtu pa ngjyra që nga kod. Jo më ja, është e bukur Counter Strike. Po është fillimi i dimrit, atje kishte rënë bora, këtu s'ka rënë. O miqtan, na thoni dhe ju në komente mor, çka keni lojë të preferuar? Çka kemi këtu goca çuna që luajnë lojra, na tregoni kë keni të preferuar, se duam ta dëgjojmë mendimin tuaj, se jeni shumë të rëndësishëm për ne. Nga PlayStation 1 që më ka lënë përshtypje se më fol më valla. Domthon ishte ajo periudha që kur doli PlayStation 1 na duke sa grafike mirë kjo. Po, ishte çmenduri. Shikosh tash janë kështu plera fare. Po, plera valla. Crashin e keni pas luajtur? Po, shumë e bukur Crash. Se kam luajtur atë. Se ka luajtur Crashin? E bukur. Me bezdiste si personazhe. Si budallak. Por ja. Një që ka qenë horror e mirë kështu, ka qenë Alone in the Dark e ka pasur. Se kam luajtur atë Alone. Po ajo ishte kështu në nivele goxha të larta. Edhe që më tremte. Po këtë Alan Wake-un e ke luajtur? Jo, të dëgjuar kam pas. Më është si lojë me është një shkrimtar horrori ky. E ka bë Stephen King duket? Në mos gaboj. E bukur si lojë, e bukur. Detektiv, bën gjëra detektivash, domethënë, nuk është se këto që s'kan, domethënë që duhet të rish të merresh shumë me shkrime, me gjëra me kështu s'pari kam. Se unë doja argëtim në lojë, tash do rritë të merrem me lexime me ashtu. Po mafia për shkakun ka shumë decizione. Jo më me. Edhe po më bën cancel sot plak. Mafia aksion është. Aksion është? Po. Do luaj së shpejti. Po arcade. Çfarë është arcade? Po më kush? Xutona. Lojra me xutona. E mban mendore që ka qenë lojë me Michael Jackson. E mban mend po apo jo? Si kishte pedofilia. Se mbajmë ata që çfarë bën Michael Jackson? Si më lojë pedofilia? Çfarë është kjo lojë pedofilia? Çfarë bën e gjuan me kalamaj? Jo, mor ishte me vampira. Ora çike këto lojra ti Blade me polica, Michael Jackson me vampira. Ora s'po tallem, ka qenë arcade Michael Jackson lojë. Që kërcente ky dhe i bën këto armiq ndonjëherë ti vriste me kërcim. Po, duket e siklesh me jap. O Enea, gje pak më plak. Michael Jackson arcade game. Po. Që vret vampira me. Ja, ose tani kam Enea me ChatGPT-n e tij që nuk më lë të gabojm. Po, ka qenë lojë çmendur plak. Shikoj, unë jam gamer i vjetër beso. Po mirë, po ore me jetona, domethënë Metal Slug ka qenë me. Po. Metal Slug është dhe PC më duket. Po, është me vonë ndorm gato, po që të parën atë ka me jetona. Dhe PlayStation, po. Ajo ka pasur të lojra kështu seksuale ajo me jetona atë. Po, që zhvishje femra. Po. Pse se ke zhvesh ndonjëherë ti? Po, përderisa e di do të thotë që diçka ka ndodhur në jetën time. Po. Unë disa e. Po, ka qenë lojë e bukur o plak. Atëherë kur ishin këto që mblidheshim në këto çfarë quhesh, dyqane quhen çfarë? Po jo, ka qenë arkad, domethënë lojë me jetona. Po si quhet? Ka qenë lokal që veje vetëm blejnë në një birë në një kola dhe luajë jetona. Po era ishin këto që e luanin këta mblidheshin të kështu me ziprisin të zhvishej ajo. Po. Shumë kështu. Po më mos e vure ne? Po. Shikoj lojën e Michael Jackson plak. Shtyje pak para, shife. Moonwalkers. Që nga Sega. Po, plak, shife më plak. MJ. Ato vdesë. Ka qenë arcade, shtyje pak para. Ja, kjo është. Ore, do t'i qisë kur e mba ka më tonë. E mba në mos jo, e ka qenë to. Shife, ja, shiko qatë bërë. Shife, plak, super loj. Për kohën atëre, kjo ka qenë në revolucion. Shiko, prezenca e Michael Jackson e këto është Michael Jackson dhe robota. Po, robota, mafioza, vampira, një karot, invalid. Pse e vrau atë invalid? Po pse, plak, qa ishe? Po jo, se nuk ishte invalid. Ja, më plak, sa lojë argëtuse, më plak, sa e shpejt. E marrë është ajo si ka qenë ajo
klasike këtyre Cowboys and Dinosaurs si ka pasur. And Aliens. Me një gjë kështu po. Po. E bukur. Arcade ka qenë shumë periudhë e bukur e jetës time. E mbaj më një moment në jetën time që unë kam zgjohesha vetëm të shkoja në arcade, e të vija në shtëpi të haja, të shkoja prapë në arcade dhe të flija. Sa je. Po për zotin, Për pushime verore. Unë po, në verë, jo kur kisha shkollë. Unë o plak kam një lidhje shumë të ngushtë me gaming, sepse është një vend që haron. Po, jo, tamam haron, sepse ti të përfshin shumë ajo situata që po ndodh aty, ajo aksioni, ajo historia e lojës, ajo. Unë nga këto arcade mbaj mend një tip që më vite lekët. Si të vite lekët? Po ishte një nga ata të ndyrë, se kam qenë një vogël fare atë. Nga këta që të kërcenojnë me fikë, me lekët. E të ka marrë lekët kjo? Por. Si ka emrin? E po se mbaj mend tash. Ku është ky? Jeton në Korçë? Po, nuk e kam ndjekur si rast që atëre. Po mirë, ta diskutojmë. Se po ta shikoj në rrugë, do t'i marr lekët. Jo, s'e marrësh lekët. Pastaj 100 lekë çfarë merrte on? Çfarë ti marr? Po mirë, tani inflacioni vëlla. Do i marr 100.000 lekë. Pa, ai do ketë 100 lekë me vete ose. Po do ketë 100.000 lekë do ketë ai. Çfarë punon ai tani? Si e ka? Po nuk e di. Pas ti episodit. Po që domethënë vija me shumë qefe, mbajmë që sa ç'kisha lekën për Po ti merr ai legendë. Me qef ti jepje lekë aty. Sa mirë do t'i jap 400 lekë. O beso bën mirë mos ma thuash kush se unë do ta e qafe. Po nuk e di ose mbajmë. Sa gjëna. Ta shonë një ditë në rrugë dha, ta shok shumë e plot urrejtë dhe ti vete. Po ishin disa nga këta orë. Domethënë që ishte disa bullit jo. Jo unë kisha timin, një tjetër kishte të vetin. E po ti të duhesh ai siguracioni 5.000 lekë. Po. Vajta pagova unë në Sarand. Qytetin më të sigurt në ato kora ever. Më ka bërë përshtypje një se shkova pas një vitja, nuk e di pse, u shkëputa rrezik nga ky zvijam. Ua, sa dialegen o burr. Edhe kur shkova, ishte zhvilluar ai shumë si gjë, saqë më tha për sa donte të bënte kontroll. Se më tha ke lekë, jo, edhe s'kam. Po dalë të më pak shumë nga xhepa, ngrije këpucën, më tha. Do ta shikonte këpucën nga poshtë ore. Se mos i ngjisje Se me mos kanë gjetur 100 lekë poshtë. Sa mizor më. Edhe Sa ti vjeç merr ishte shumë ky? lekë do. Po jo gjithmonë, po rastisht që Kur ishte aty? Kur e rastiste ja Po ti merrte. pse si bie me një më merrte mua, njëri tjetër, po ishte më i madh thonë, ishte Po mirë, ti do të bëj rezistencë. më ngorte në dru. Po mirë, do të ngorte në dru një ditë e ngorte ti mbrapsht ditën tjetër. Po nuk e ngortja dot ose më rrite gjithmonë. Domethënë nuk ekzistonte si skenar që unë të arrija një ditë atë. Sot po. Sot e vdesni atë. Po sot e ngorta po. Imagjino që edhe sot ai. Hajde këtu ti. Ta merr atë 5 vjeçë që ke. Ngrije këpucën. Ua, imagjino të shoj vërtet ai ti besë të marrë lekët në çfarë. Ço do i bësh do e rash? Më marr telefonin. Po në fakt mund të më vi kështu si flashback çaj thotë të ngri. Po. O derdh në xhep ai, pap direkt lekët më. Edhe një shpull na mbaj. Se duhet ta bëj diçka deni gruse, nuk të kishin ta bullit valla. Po. Ishte jetës janë. Jo, unë s'kam pasur, ne nuk kemi mosha që unë kam qenë në gjimnaz dhe në fillore ka qenë shumë e bukur në Sarandë. Ashtu? Jo, aty ka pasur një kontingjent çunash që banin edhe kështu tip grupesh që ishin të këqij shumë. Jo, fare. Ka qenë gjithmonë shumë qetësi o plak, shumë për qef. Luje sport. Ne domethënë me gjithë të klasave të tjera bëheshim bashkë apo. Dilnim, ikshim ekskursione, ishim 5 metra larg shtëpisë. E po Ne mirë. na duke ekskursion, më kupton? Merreshim kështu, merrim bukë me vete, luanin futboll. Po ju luani gjithë ditën lojra. Po pra. Jo, këta ishin fikaxhin këta ishte mund. E pra, nëse jo, plak, nëse kemi pas fare këto, unë jam rrit në një qytet shumë të paqët, unë jam shumë krenar që jam rrit. Në atë periudhë një qytet shumë të paqët, që ka pas probleme patjetër se ka në çdo vend, po që në përgjithësi ka qenë toleranca o burr. Komuniteti. Jo, mirë se kalamaj. Po jo, më plak, se jetonin bashkë gjithë o burr, domethënë ishte ideja që unë si do zihem unë me ty, unë do luaj prapë me ty nesër. Kjo ishte filozofia që na kalonte ne, nuk e di kush na e ka dhënë këtë. Se unë s'e ma kam mësuar njëri. Thjesht e keni të lindur ju të Sarandës. Po jo, më plak, mbase ka qenë edhe një gjë që bëhej saktë atë. Mbase ka qenë lojrat e duhura që luanim ne, që na Pa formoson. e bën edhe
Ose komunitet arsimi jo. mirë, ose mësueset e mirë, ose ka një faktor o burr. Asgjë nga këto s'bën. Po jo mos e tani plastika se të bëri unfollow tjetër o burr. Më kupton ti çfarë Mirë. bëhet? Tash i ka shkruar në nivele Çfarë kështu. vitesh po jetoj? Po dhe Robocopi më pëlqen. Po, Robocop. Në këto me jetona. Po, e bukur shumë. E bukur. Unë për këtë Më pëlqen. për Robocopin shkruaj kështu i me egzaltim të madh dhe me emocione, që pastaj më merrte ky pa. Te duhet ta gjejmë të. E di çfarë do bëjmë? E gjeta. Do hapim një E ne do bëjmë lek. Do bëjmë një ndeshje boksi, ti dhe ky. po se di kush është. Po do e gjejmë. Aha. Ne do i them do të Okej, do e e bëjmë gjeti. me bileta, do vinë njerëzit. Duhet përgatitesh në mënyrë perfekte. Po jam konfident që Imagjino. që mund të hara. Të këpuzit tek grusha i të. Jo, unë s'të flas më beso. Unë do të thoj vlla. Po ai ka për Do servitje që i vogël, o. Unë do bëj një post në Instagram vlla. Do më Pas shumë mohosh. vite, po do të mohoj, jo po të nxori knockout. Jo, vlla, këtu jemi podcast fitimtarësh, çfarë fleti? E ne apo u fut në ndeshje kung fu e plak, di që E ne as gjakatar. e ne e zem. Po ti të çka ka bënë? S'na dhe ne i giri. Tjetër për çfarë na kujton në një lojë tjetër mo, miqtë mi. Çka ka në një lojë që na ka goditur? Ndonjë me ndonjë histori të çmendur. Historia çfarë? Po Bioshocku e ke lut? Bioshocku, Shumë e lart fare. Shumë e bukur Bioshocku. Të treja. Po e Ai thamë. trapin e thamë o xhinz, po ka ardhur me vonesti. Ulu 4. Po me telefoner e keni pas lyp. Po, Me shumë e lyp, bukur. Shumë e bukur. Po, shumë e bukur. Edhe me vrasje gjermanësh da ajo. Po Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles. po sa emri gjatë është. Po. E keni luajtur atë? Ta ndesim çikon se ne. Po, re. Koleksioneri që na kanë blerë miq. Po ma, kam duhet. Koleksioneri që kanë donu njerëzit që na kanë ndjek, shumë faleminderit miq, po ftohemi tashmë. Po freskojmë. Po freskojmë. Për të vazhduar këtë podcast, mos harroni bëni. Jo, pse ça shkoj e lidhë tani. Ma sa plera ti. Shumë madhe kjo për të dalë në skenë, jo. Po ja se do klap. Ja, se komparojmë me Po ka qenë ajo Battletoads, edhe ka qenë Atë se rrezikshme. kam luajtur më plak. Nuk ka qenë shumë e këndshme, se ka qenë me Është e çik humor ajo, po. Ajo lojë e vështirë. Na. Tes ku jemi mes oqeanit, ç'a ishte kjo? Prit mos i ulet kjo. O Kristina diti jam. Mbyllë se na ngordi. Po fika, Po s'është vapo. Po ngrija më po tash jo Po vapo. nisë merru çik, lutem. Ose na mus ngri. Me zet. Le se mira. Na thau. Po kjo shumë me këto. Seriozisht nuk dini të ngrini temperaturën. Po se jemi tash, kondicionerit. duhet të jemi të merremi. Po e greu e ul, nuk e. Thjesht nuk duam të shkëputemi nga. Me këto me kasetat e verdha ka qenë një gjë atëre që edhe nga që s'kishim ose të varfër. Verda më plak. Po, Si e kujtove? Kur prisheshin ajo Frye. jo më prishe qarkun çik, ajo loja shkatroi fare domethënë ishte Po, vetëm kështu ngjyra të shpërndara nëpër ekran. Po pixelated. Edhe ashtu i luani më. Domethënë Po edhe unë ne ashtu. kishim mësuar ato gjërat edhe Kasetat e verda kanë pasur loj Donkey Kong, më duket. Se ka pasur. ajo ishte më shumë e Sega. King Kong. Sega? Sega e nxori Si ka Donkey pasur Kong. Donkey Kong? Country. Ishte super loj plak. Po ishte shumë lojë shumë wild. edhe shumë dinamike si Po lojë. dinamike, ka qenë super lojë që më pëlqej keq. Po kasetat verda tjetër miqtë mi, më duket se ka po është në Sega, në Nintendo. Ajo GoldenEye e James Bond që je me Ne, që Sega. vret njëri tjetrin. Se e luajt atë? Jo. Shumë moderne për kohën. Kështu versus one to one. Po me këto kasetat e verdha kam patur një kështu revelacion Pse e më? luaja Spider-Manin atëre. Po? Edhe u fiksova keq se nuk e vrisja dot atë bossin e fundit. Po Kush ishte bossi i fundit? ai Misterio si ka pasur ai me. Octapusi. Jo, re Misterio. Misteri. Octapusi. Octapusi pra. Ai me akuarium në koko. E pra, Misterio, ai që të shkakton kështu halucinacione. Po, edhe se vrisja dot gjykundje. Edhe u fiksova aq keq saqë e pash një natë në ëndër sikur e vrava. Po sikur e vrava me një lloj stili. Edhe sa më doli gjumi e vura direkt e luajtë e vrava direkt. E brave direkt me atë stilin tallesh më, e Po. pe në ëndër zgjidhjen. Ne. Ua. Edhe është edhe vetëm herë që më ka ndodhur në jetë që shikoj një zgjidhje në ëndër edhe pas zgjidhjen e Po, ka Spider-Manit. Ka pasa boss fight në fakt që mund të kenë zgjidhje 3 javë kur kam luajtur. Po 3 edhe javë se vrisja dot. Te kjo Chrono the New Dawn për shembull për 2 javë nuk e kam vrarë dot.
Se ishte shumë i gjatë ai boss fighti. Kur është sa më i gjatë është boss fighti, aq më çike bezdishme këto që zgjasin shumë. Është bezdishme, ta shpif lojën, po edhe bëhet challenge një moment. Po mirë, dakor, pa ka kufigje atë. Po edhe Mario për shembull kur vente në fund që vriste atë Bowserin, ka qenë sfidë, ka qenë ajo betejë. Po ka qenë i gjithë raundi edhe me atë me 3 çekiça e visja, nuk është. Po, jo me 3 çekiça, jo. Pa. Edhe me rrezë. E po me ato, jo me çekiça. Ai gjuante me çekiça ti. Me ato gogle, ai qellon te çekiça. Ne. E po mirë, prapë visje shpejt e visje, nuk është. Thjesht do të ishe pak i kujdesshëm. Po këto lojrat online mo beso që janë kështu League of Legends edhe këto i ke luajtur? Këto jo, asnjëherë, asun nuk më kanë përfshi. Këto i luan Leo. Po, Leo duhet të luan League of Legends, luan. Po, ai luan kështu me, domethënë, nga këta që luan fort, luan tamam, nuk është se luan vetëm për çef, domethënë, është s'është mirë. Nuk është mirë. Po, çfarë League of Legends, E dikush ka qenë një lojë e bukur beso, që më kujtohet tani edhe vërtet ka qenë një lojë gjendje. E mba me lojën Driven, që është si Grand Theft Auto, po në kohën e vet, shumë më para Grand Theft Autos. Driver, jo driver. Driver. Që je kështu shofer krimi. E mbajmë një çik, po nuk është se e kanë luajtur shumë. Shumë mood. Shumë gjendje si lojë. E mirë, po pastaj kur doli GTA-ja, ajo ishte. Po jo, GTA-ja ishte revolucion. Ako mi çolçovi. Sidomos me këto bini nëse shumë në fillim që e para që merrje prostituta në makinë. Po. Këto ishin kështu çfarë bëhet shumë, po. E mbushim prostitutën në makinën plot me prostitutë. Po e para ka qenë një kështu një Running with Skizzers, se ka qenë një që... Se më mendoj. Ka qenë... që me vinte keq prapë kur e luaja, se kishte idiotësira të tilla që merje... Kështu ishte... ecje rrugëve, vrisje, çaje, bëje... Prisje, shumë mayhem si lojë. Po kishte momente, për shembull, që gjej një macë e vije përpara pushkës edhe gjuaj. Jo, ja fusi pushën në byth macës. Çfarë loje ishte kjo? Running with Skizzers më duket. Kjo është lojë satanit më blek, çfarë është kjo? Është kështu çmenduri fare. Fut macës pushën mbyll. Pse? Po ku do? Ai sa që kishte për lojën e kishte menduar që jo, blek. Po tash edhe të marrësh prostituta dhe ti shkelesh me këmbë dhe ti marrësh lekët, nuk është. Po ma justifikueshme se ti fush macës pushën. Pse kjo bëhet e GTA-s, se unë GTA-n s'e kam luajtur, them drejtën. Po gameri diku s'ka luajtur. Po s'më pëlqen GTA-ja edhe. Po si s'të pëlqen çfarë? S'është e bukur GTA-ja. Po si është e bukur po kjo. S'kam luajtur. Ka të gjitha edhe histori edhe lojë edhe gameplay. Se ke luajtur apo e ke luajtur? Jo e kam luajtur San Andreas. E bukur është. Po, ajo është nga më të mirat. Po. Po duhet luajtur se s'bën këtë. Po Vice City e ke luajtur? Po të gjitha e kanë luajtur. Po 5-ën? Po. Po 6-ën? Apo s'ka dalë? Jo, s'ka dalë. 5-a është e fundit. Po. Jo, GTA-ja është tek. Është? Normalmente. Ore po për këtë dhunën që thonë që fare zero problem. Dhunë të ketë sa pafund. Po. Ja, nuk ka. Që thotë jo. Nuk ka. Ju lutem, sa më shumë dhunë. Dua dhunë në jetë. Një lojë nuk është se ti luan lojë dhunshëm, edhe do jesh i dhunshëm në jetë. Jo, po i fute macës pushkën dyshë është questionable. Po i fute macës, po. Kjo është. Këtu po, këtu. Po pse unë e luaja shumë, edhe s'është më ka shkuar më. Ja fute shumë macëve pushën dyshë. Kur më e ka futur? Po edhe ku di unë nazistët, kështu se çthuaren mbase nuk e mirë. Jo, po besa jo. Nuk loja duhet të ketë dhunë të justifikueshme. Ti ç'është më ka dhënë ajo? Po jo pra, ti po vret një gjë të rob, jo rob, jo. Jo macë. Po rob tani gjitha këto me telefonë. Njëna lojrat po jo, macet njerëz vretë. Po shikoj se duhet të sqaroj që macet nuk ngordhin këtu në këtë lojë. I rini gjallo. E përdorje sa e përdorje, pastaj iknin. Ua sa loja së mund. Ku e lojë në një link rus? Në PC, jo. Jo më është torrent. Exist, po torrent. E piratuar çdo gjë. Si quhet Russian Circles? Jo më. Është band. Running with Skizzers. Russian Circles.
Serbian me atë film. bandën. Ndoshta edhe shumë një skizor e ka, po ndoshta se ka running with skizors. Pa e ka një skizors. Po ne vë çike ne, apo le. Ja, le, pa i zot. Po na vjen atë që fut macën në pushkë. Fut macën në pushkë. Në byth. E po ku do ta fosa? Plak shumë lojra të këqija ke lutur, çfarë janë këto? Po jo se kjo është kështu klasike, është lojë kult. Gjejnë shikojnë ata kësirat. Po unë jam dakord me le të ketë loja dhuno. Çfarë lidhje ka? Jo, çështja është andikon, Po do tash më mendon se ndikon apo jo. Do jo. luash aty, bëj ato lojrat e mia, pastaj vish xhvish me kpucë, se kjo ngelet. Ç'do bësh? Ato lojrat e tua janë lojra vicioze e Xheni. Po plaga ajo është Me luks. Fashion. Një gjë që mendon se është Donatella Versace te ajo loja, sa ëndër sa Ama ti që kujton se je unë jam shpëtimtar i botës. Po. Pse çfarë të mendoj se jam? Ai vetë përbind ça. Unë nuk vras njerëz. Se Call of Duty nuk Po dhe njerëzit përbind se janë. E drejt më pat, nuk ka. Call of Duty nuk është. Unë dua vetëm të kem story të bukur, besoj. Dua të jetë story. Po më po. Jetë shkruar Që të lidhesh një çik me. Të jetë një gjë që po plak se s'po e pret këtë, të kap gafil pra, se kjo është e bukur e gaming. E vlerësoj gaming valla, e vlerësoj, më pëlqen si industri, e mbështes. Ka dhe ca lojra shumë të çmendura, pastaj siç është kjo Death Stranding për shembull. Çfarë? Është lojë shumë atmosferike plak që je poster, lojën kryesore je poster. Çon një gjë nga pika A në B. Sa e ule. Po më poster se ka dhe aksion, po jo. Shpërndan gazeta. Jo, shpërndan pako për të shpëtuar botën ai virus. Sa lojra me viruse më plak, ëh? Po, viruset janë gjithmonë kanë qenë, po si e shpëton botën me pako. Nuk e kam luajt, vetëm kam pa trailera, që është shumë e bukur. S'e kam luajt të Death Ja Stranding. me gjeta këtë. Si e ka kjo? Kjo. Është Running with Scissors? Ashtu e kishte? Po, ja, pse Ja. fut macën në këtë episod. Po kjo pra ishte. Jo, posta leka. Çka më dori kjo running with the scissors, nuk e thështit. Postal, Po. se Postalin fusë macën. Po. Ka njerëz dhe dysh. Jo, Postalin s'e kam luajt unë plak. E di që është lojë shumë kult. E pra, kjo që fut macën në pistolet edhe. Fut macën në pistolet o plak. Pa nuk e di si e shpjegon atë ekzistencën e macës sot. O beso po kështu në Counter Strike, e luajti në kohën e artë Counter Strike? Kam luajtur po jo Merje shumë. patatinë Jo në shumë. bira dhe... Jo. Jo, fort. Do më luani ndonjëherë me këta shoqëninë, po jo kështu që të fiksohesh me orë. Qa beshit, terrorist apo polic? Po e bënë kështu, njëherë bëj një skuadër polit, okay, një lunë shumë po, po. me rando. Ishim demokraci apo s'ka lidhje. Kaka, E vërtetë. qa kemi në i lojë tjetër o? Apo e mbyllu më betin e Se lojë? bëma, e pas si shumë e lojra pra, kanë. zjarë, ma- e Unë që zjarë, s'marrë shumë. vesh Ultrash. trasha fare. Qa kemi në një gjë tjetër që duhet të flasim me njerëzit tanë? Apo të largohemi? Kishim atë, Këtë qa kishim? ajo ishte shumë cringe, ajo, që tha e ne ajo. Ua, more ne ajo që na çove mor. Po, tash duhet ta gjesh ta shohim çika. Po, ma të qoj Eliotëm. Ua nxirre çik mor miqtë e mi te Kongresi PD-s. U vendos një video që theu kocka. Edhe e nxorën kështu me idenë që këta harxojnë me diellën, po ne kemi bërë me 100 euro këtë. Edhe e kishim bërë keq fare. Me 100 euro e kishim bërë. Po ajo bëhet Pa lek me Po ne vë çik dhe më lër të vdes pak për brenda. Vë çik dhe më lër kishte të shtuken në kishte faqe. mesazh brenda. Vë çik atë video të turbit më rrda. Vë çik mos se vjen turb më plak. O plak, domethënë në një moment kaq kritik të Shqipërisë ne nuk kemi opozitë o burr, nuk kemi ca një. E ai delta jo po droga po narkoshteti po. Ta tallën në burr tani, seriozisht o burr, si jemi kandidatë më plak. Prandaj jemi në këtë. Emi mos i kthehemi prapë. Pa më burr tani, pa më tani bëuni serioz o burr, bëni ato punë tuaja olla se s'po i thot njëri bëni çuditëra tani shpëtoni botën e na tregoni mbi Botën e shpëtojmë vetë me energjinë e shpirtit e. Pa olla bëni punën aty, bëni opozitë o burr. Po kush më ta bëj? Legena. Skënderbeu. Si ai ishte kishte bërë ky Staliani, ky vazhdon bën shumë mbledhje gjëra. Kam respekt për Saljanin valla. Nëse e flasin. Po jo, pse kam Po respekt? ishte ngritur njëri nga ata që kishte shkuar në mbledhje që e ftoi Staliani të fliste dhe të ftoi tani zotin Sali Saljani. Jo. Nuk ju del, Plak, jo, atë nuk ju del sala nga shpirti atyre. Shumë e keq. Shumë e keq. Do ta vej këtë. Sali Saljani Po, po vetë. veç që ka te ne dhe do them një historie me shumë të bukur, më që më kujtove Saljan.
Do të them një histori shumë të bukur, beso. Po ndet si kondicionerin, veç që ka të Enedi. E, po kjo është me logo televizioni, se vem do të shumë gjatë. 10 sekonda vem, sa ta. Por 10 sekonda të Lemon mi se mi e pikante. ne na mundson tani teknologjinë, inshallah nuk na korruptohet video. Edhe sa keq që kanë bërë. Ba. Si lëvizmi e kra. Me çfarë kanë bërë më plak se tash i ka edhe 100 euro kjo. Super investim i keq. Jam një avatar i krijuar nga departamenti AI i Partisë Demokratike. Po e ne ambylle. Ka ka departamente ja i Partia Demokratike dhe kanë Mbyllja bërë. drita të vllai. Po ka në një që Turpi. përdor ChatGPT-n më. Po më. Shiko me çfarë merret opozita jonë më mishe mi. Aty po kërcet guri, po marrin çfarë njerëz. Departamenti AI i Partisë Demokratike. O beso, ne kemi një mision shumë të rëndësishëm në këtë podcast valla. Edhe po flas shumë seriozisht tani. Nuk kam folë ndonjëherë kaq seriozisht ndonjëherë në jetën time. Edhe ju miqta. Sinqerisht ndonjëherë mendoj e flas dhe me Nen. Vërtet ti pasi ne, edhe njerëz të tjerë që bëjnë podcaste, për shembull, gjithë ta podcasterotët e tjerë që bëjnë podcaste nëpër Shqipëri, O plak, ne jemi një zë opozite, o vlla. Jemi qytetar reaksionar. Nuk jemi qytetar protestues, se bëjmë namin e vëmë për proteste. Po çfarë? Po jemi qytetar reaksionar. E shprehim mllefin ton, mërzin ton, dhe shënjimin ton. Tregojmë që duhet të kemi inat ndaj Po se mënyrës ne si jetojmë. fitojmë asgjë. Po sfitojmë asgjë, po ne e themi gjën tonë. Po se Ne s'po them që jemi heronj. po të vinin na jepni lekë ata që do ta qepë gojën vetë. Sa lekë do na japin? Po tash do 400.000 të euro. darovisin çik mirë. 400.000 jo. Jo, për asnjë shifër tjetër nuk shitet. Po. No way, Jose. Ore, të vinë të Jo, të nuk e thilte valigjë. Jo, nuk e bëj. të Po ja, thilte- çfarë do bëj ato lekë? Çfarë do bëj? çfarë thua? Po ja, dalë, pse çfarë them? Çfarë do bëj? Ja. Çfarë të duash, do blesh çfarë duash, me Po pushime i gjëra. kam të gjitha, çfarë do blej tjetër? Po i ke 400.000 euro. Jo, mos i kam kanë të Po çfarë do atë? Po ja i ke, çfarë do blesh? Ja më thuaj, çfarë do blej të parë? Po mirë të You name your few things. vil me pishin e Ore, para. nuk po bëj kështu si njeri jo materialist edhe kështu, se kam fare tek ajo. Un jam për të jetuar mirë, patjetër që të jetosh sakt. Po ideja është që kur ke 400.000 euro më plak, se bleve një makinë të 2029, si s'ka dalë akoma. Se ke një makinë të 2015, që është shumë e mirë, çfarë diferencë ka? Ti ke më shumë tablete në makinë. Po ka diferencë që varet nga fiksimet e tua. Po mirë pra, Mund të mos ketë diferencë për ty, gjendja jote po. emocionale dhe psiqike nuk ka të bëj me statusin. Po ka të bëjë tash të vijaj të thotë na kaq milione dhe mos se përmend afare atë të nartës. Jo më plak, nuk e sa milion do japi valla. Duhet të jetë një shifër shumë e lartë. Po shumë e lartë 1 milion. Po pse do shite me 1 milion në kod tani jo? Ç'a do blej me 1 milion? Do blej një telefon. As bas nuk blen dot me 1 milion lekë. Po mirë më. Asgjë s'blen dot. Ore, tash 1 milion e thash kështu sa për. Po Po se asgjë. sa do të ofroj? 400.000 euro. Jam joti. Po je milionat e se ka rënë euro. Jo miliona, ja. Nuk jemi. Ju ka 100 milion Shiko, euro, duhet i ka meri- 100 milion lekë. Duhet i meritosh që dikush të japi 400.000 euro të heshtësh. Po nuk të jep njëri 400.000 euro për të shtuar. Po jo, Ore, jo. Edhe ta japi nuk. 100.000 lekë. ore 100.000 lekë e qep 100.000 ngojën. lekë prishet dia që pim bashkë, ç'a bën koti tani? Po pra, Ti na dhe kur u kthyem me morgun Po që pra, restoranti na dhe 500.000 euro. e folëm dje këtë punën e natës jo. Jo, se Nga që ato lekë që pim Nga i gjeti. Nga i gjetë. Më pëlqen, po. Po jo, dje nuk ishte ndodhur kjo protesta më plak. ndodhe. Jo, mos Një ndodhur. javë. Filloje ka Po? kohë. Ishte ardhmja e Panajotit që na shfaqzoi. Po mirë. Ore çfarë po presim ne këtu? Ku? Nga ty, po presim gjë apo? Jo. Jo, i vuri gjithë çka kishte për të bërë. Kemi në një gjë tjetër për Po të folur. s'ka gjë. Ë? Po ti do na tregoj një U histori. po do të tregoj një histori shumë të bukur. Ha. Kam në lagje një person shumë të dashur për mua. Është si ta them këtë në një mënyrë sa më të pranueshme, është Çfarë do një thuash? person që ka ca sfida mendore, domethënë nuk është njeri Sa, normal. Po, Po më nuk është njeri në atë standardet e po është i smur mendore. Po, është ka shqetësime mendore. Jo është i smur mendor. Është ka çrregullime mendore më saktë.
Edhe po shumë i shoqërueshëm. Edhe po kthesha një ditë në palestra dhe takova. Ç'kemi si e? Mi. Se edhe nuk flet mirë. Domethënë nuk e ka. Edhe po më thoshte nesër, njëshi. Nesër. Ku nesër mo? Nesër. Një. Po çfarë? Ore, çfarë po thot kjo? Nesër njëshi. Ore, çfarë po thua? PD. Nesër. Ishin zgjedhjet dhe Po blek, ishin zgjedhjet e kryetarit të partisë. Edhe më tha njëshi, voto Sali Berishën. po. Se ky s'kishte të dytë, domethënë ishte vetëm ky. Edhe plak mendova shumë gjatë kur vajta në shtëpi valla. Ula në errësirë, ula aty te dushi, po më pikonte ai ujin. Me cigare Jo. të lagur. Mos pi cigare, po. E rimeli si. Po ria kështu, ke valla. Si më plak ky në atë situatë ku është. Okej, Ai është pak botën ndryshe plak se nuk e shohim njësoj botën, që është e vërteta. Se ka shumë njerëz që mërziten për këtë, po që është e vërteta e hidhur. Çfarë? Që ai person jeton një realitet tjetër që unë s'e kuptoj dot, edhe ai s'më kupton dot mua. Ai e kupton se ai komunikon me mua, po që janë dy realitete të ndryshme. Mirë. Më kupton? Dhe ku ka depërtuar Sali Berisha dhe në atë realitet, Normal se politika është prezente kështu në Beso. 24 orë 24 këtu. ne jemi të sëmurë plak. Ne jemi pacientët, e vërtet. Nuk është ai miku im. Jo më dhe ai është. Jemi ne. Pa është ai. Po mirë. Jemi ne që e E ushqejmë. po jemi vend shumë i vogël. Normale që politika duhet shumë prezente, nuk është. Prandaj ne beso ne jemi kryqëzata e opozitës shqiptare. Ne. Por se s'po tallen, ne duhet ta mbajmë dhe në fund të luftë miku im. Po. Asnjë lek nuk na korrupton dot ne. Shiko puna është se sado opozitë të bësh ti edhe bëjmë ne që flasim me Po. prapa i rezorti do bëhet, njerëzit do t'jo marrin tokën Po atë. do bëjmë, ne jemi si thon protestues Domethënë këtu të arsyes, jo të këtu shiko edhe fjala është e lirë deri në pikën që të lënë ata të jetë e lirë. Po pse më Ata- Po çfarë do na bëjnë? No? Ky podcast do të tërheqin zvarë. Po çfarë do? Po do më tërheqin zvar, po nesër ku do vej ai? S'do e kap një moment vetëm unë atë. Kur më do Them. ta kapësh vetë ti? O vlla, ktheu pak. E mban më të fytyrë me të rroqet zvar, do i kpus një grush në Mëlçi, do e vdes për 3 vjet. Po ti Sa kushtin zgjidhje kërcitja para se të tërheqë zvarri dhe eliminojë atë pjesën. Oni që ky podcast do jetë gjithmonë free. Ne jemi stacioni i Ore ti mos më bë mua kështu tani koti tani se mancaron. O ne a jemi ne njerëz idealistë valla. Po, ore, Po. Po se je o burr tani. ore dakor, do të vi sponsor X Po, gjë. po, çfarë do më thot? Tash do të që një moment me këtë sponsorin është lidhur një skandal, a një korrupsion, a një gjë. Po. Çfarë do bësh? Do ta shash në podcast atë? Do e heqim. Nëse ka një skandal shumë të madh do e heqim o plak. Po, skandal shumë i madh. Po. Ndaj korrupsion në një gjë, çfarë do të ketë? Korrupsion? Pastrim Po, varet parash. sa korrupsion. Pastrim parash, që nuk Por tani që ka s'të në prek media ka në një media që nuk transmeton lajmet e sotme unë s'besoj asgjë vlla. Kur ta shohna gjykata që ky është dënuar për korrupsion, shiko, aty do e heq. se dhe ne bëhemi Do e kështu, heqim. bëhemi si të skandalizuara. Dihet që mediat janë të kontrolluara, tash s'është një Po çudi e mirë, madhe. çana bëj kot kështu si Po- rojtarët e Po bëjnë fjalës ata së tash lirë. do gënjej media Po gënjeshtër. kurva janë o? Po ja se kurva janë tani valla. Ne do na mbaj Më fal, populli, do na se of- mbaj populli, do bëjmë donacione. Ka podcaste që jetojnë me donacione, Po. jo me sponsor. Po. Me zero Po, sponsor. po. Edhe ne njerëzit që na kanë mbështetur valla na kanë super mbështetur o plak. Kemi ble shumë gjëra për arsye se ata na kanë mbështetur. Kemi ble aparatin që është ka kushtuar ca lek. Kemi Po pra vënë një personel. njerëzit që na kanë bërë donacione. Po. Po ata na pëlqejnë të bëjmë këtë që po bëjmë. Ore, Nuk e se duam dakor. të ndrojmë mendim ne për gjithë tona. Janë 2-3 që na kanë bërë shumë donacione, Po. që na kanë sikletosur. Po. Tash ja ju del që mos të them si emër, i del një skandal njërit nga këta. Po. Do ta shash ti do thuash ky që na ka bërë Po jo, donacione. pse do ta shaj? Ai se s'është skandal, ai sponsor. s'është person publik. Ai është donator. Po ore, Anonim. pak rëndësi ka se çfarë është. Po, po them- Anonim let vijaj të japi dhe 100.000 euro para. Jo anonim ore, ka po them këta rëndësi. që i di me emra, po thjesht Po. një moment përfshihet në një skandal, bën një Po, gjë ku do diu. bëjmë Do e për përmendur një se ja vë emrat dhe të Rej Berberi, që Erma Treska na ka thënë gjithë ato herë. Po pra del emra Po, që ka vrarë në një prift në Malt ku jeton. Aty me këto shembuj ka vrarë një prit. Sa të mendoj? Po do e denoncojmë për. Pse Po çfarë do e denoncojmë? mbulojmë? Jo Ne- pra beso kur del në lajme një gjë do distancohemi ne tani se është si ky E podcast. pra ne të do bëjë një përmend, do skandal. themi që Jo pra do do bëjmë kështu si Pse s'do snaçoj e emra. përmendim?
Do e përmendim pra, po jo se do distancohet. Po nuk do jemi aq agresiv sa do ishim normalisht me një që Po varet çka ka bërë. s'na ka bërë donacione. Ka vrarë një prift normal. Po ne nuk na bëjmë biznese. Ne nuk na bëjmë biznese sponsor, na bëjnë njerëzit e thjeshtë. Dakor të po. Klasi. Ska gjë. Ndikohesh, domethënë sado ndikohesh edhe kështu në të pandërgjeshme. Pandërgjeshëm thua. Do me pari dhe more lek, je... Po pse ti në presim lekët e ne me zina... Jo, ore që... Ne na ndihmojnë njerëzit o për pse? Ore shiko, unë e kam thënë shpesh, edhe Është nuk ndryshe kur të sponsorizojnë dhe është ndryshe kur të japin donacione. Po, Nuk është e njëjta gjë. Pse? Lek mirë, njësoj. Po mirë, ai është anonim, ai fton Po, ndihmon, ne ti nuk kemi është vënë me se ai. dëshirë. Shiko, Ti kur nuk do sponsorizon je dikush, detyruar të bësh reklam Po, nuk pra. atyre. Ose po... Unë po S'është them marrë për veshje. ti bëjmë reklam, po them Ai që nuk thjesht e e jep. shan ndodhi njëri që të jep leko. Është si të kesh vënë një kuti aty jashtë, edhe kush kalon hedh lek, ti se di kush ka Po hedh. ne e dim kush na i çon. Po pun tjetër se e di, po nuk është se ke një detyrim. Po jo, po flas specifikisht jo Ke në detyrim që ti përgjithësi, të bësh të gjën që bën. detyrim s'ke, pa ma ndjesh që kështu i kufizuar. Nuk e shan ndodhi njëri që të ka dhënë Po lek. ka bën një gjë shumë të keqe tani do. Po ka bënë një gjë shumë keqe. Po ka vrarë prift në malo. Po pra do e thush atë gjën edhe do e Atë dhe kritikosh. nuk e si ta. Edhe Ju do lutem i miqtë bësh që na thirrje ndiqni, mos këtyre bëni një. tjerëve që të kompensojnë për këtë, se ai s'do donoj më pastaj. I bëjmë thirrje të E, po. tjerëve që të kompensojnë pastaj për këtë. Po problemi është që nuk do na dhurojnë me në lek, jo që ka vrarë prift. Jo, si s'do na dhurojnë. Shiko, ne njerëzit, edhe po të vëmë Patreon, ne njerëzit do na donojnë prapë plak. Jo po ta bllokojmë podcastin, s'po them këtë. Thjesht po të bëjmë një fim ujore, ne njerëzit na donojnë sepse na duan o plak. Po mirë. Dhe po jo, për zotin Ora ideja është ne do t'i shajmë këta që na dhurojnë. Nëse bëjnë Po do ta përmendim, po është një gjë që është e rëndë o plak, do ta përmendim, po është personazh publik. Po s'është pse ta përmendim ne tani. Po tani merr vesh kështu tu sill Po, tash e po. theme nga lart e poshtë. E zën tani ky me një, ku diun, me një shok. Po jo pra se do bëj një gjë aq të madhe sa që do bëhet publike. Po gjëra që madhe patjetër, edhe po mos ta përmendim Po fare. çfarë thuash ti? Ka vrarë një prish, po gocë mirë, çuni mirë. Shikoj, në fund të ditës it's just business, bro. Do të përmend. Mos bëj gjëra gabim. Të lutem sillu mirë në jetë. Po ju që na çoni, Po, ju që na ju na çoni- çoni lek mos bëni gjëra Po. gabim. Ju që na, po, shumë thirrje e bukur. Ju që na dononi në këtë podcast, jam mbështesni që doni që ky podcast të zhvillohet dhe të japim një rok dhe Xhenit dhe që u lodh sabotoj gjithë produksionin javën e kaluar për të dalë që gjithë njerëzit ta bëjnë të punë, Mhm. duhet na donojnë. Jo, duhet na donojnë, o plak, është e vërteta kjo, duhet ta mbështesin se në fund të ditës ne është e pajustifikueshme që ne kemi probleme ose bëjmë rrallë, po duhet na mbështesin në plak se ne në fund të ditës e bëjmë këtë gjë për njerëzit që na ndjekin. Mjafto. Jo, mos s'po e bëj për kështu, e kam seriozisht, sepse interaksioni që kemi ne me këta njerëz Po, mirë. është ajo që e bën këtë podcast o plak, që është e vërteta. E po, thash normal, edhe se- kaluar me Antonin, është Po ta shumë e bënim rëndësishme vetë, dhe audiencë. po ta bënim vetë, ta dëgjonin vetë, nuk besoj se do Do shkonim shumë gjatë. Nigje, më thuaj 3 lajme na moda tani. Si Nigje se kemi një gjë tjetër apo ta mbyllim ose ikim? E mbyllim. Do ta mbyll me një anoncim. Me një këngë. O, sa gjëra të gjë. Po, do ta mbyll me një këngë se ka dalë kënga e re e Morgut, Glass Mender. Miq ndiqeni në YouTube, do ju lëm linkun këtu në description. Në 11 qershor, unë dhe Besoja dhe çunat e Morgut, që i përshëndesim, bashkë me orkestrën e harqeve të Akademisë së Arteve të Tiranës, me miq tanë të dashur dhe mikesha tanë të dashura. Shërënci ka fjala kur po flet ndjenja. Ne do organizojmë një live show te Tunel Taraca dhe ju mirpresim gjithë. Merrni bileta tani në Koncerto. Ilirians, edhe Dua Kafe. Te Dua Kafe janë pak bileta prisel, kështu që vraponi të merrni me pak lek, që të pini një birë më shumë aty. Është it's economy, bro. Ne po largohemi, rikthehemi pas 2 vjetësh. Na dhe mirë miq. Bajtan dhe Gjeni. Nigje, mbylle në mënyrën më Me ikonike. geniale. Mjafto. Mbyllja njëri gojën, mbyllja njëri mikro. E ne mbyllja mikrofonin. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube. Faleminderit që na ndoqët mirë.
Komente në YouTube, follow në Instagram, share, donacione, ju duam shumë, natën e mirë. Mos harroni live-in e morgut. Me 20 këllëre varja. Bye bye. Iku. Ciao.